Okay. Është okay. Nisim. Përshëndetje të gjithëve. Por e t'jeni mirë dhe t'ju ketë shkuar mirë java. Siç e dini, kjo është ora e fundit që zhvillojmë së bashku në kursin Juris Biznesi 1 dhe si e kishim diskutuar, këto orë do të flasim për organizatat jo fitimprurëse. Do fokusohemi tek qendra, fondacioni dhe tek shoqata. Dhe në fund, në pjesën e dytë, siç e dini tashmë, do shohim pak template për aktet që duhen për regjistrimin e një fondacioni. Dhe procedurën normalisht, sepse ndryshe nga biznesi, OJF-t regjistrohen në gjykatë dhe ka një procedurë të posaçme. Për ta kuptuar pra çfarë është organizata jo fitimprurëse sipas legjislacionit tonë. Mund të jenë persona juridik, privat, që janë në formën e shoqatave, fondacioneve ose qendrave, veprimtaria e të cilëve zhvillohet e pavarur dhe e pandikuar nga shteti dhe qëllimi i tyre nuk është fitimi i drejt për drejt i themeluesve, por është objektiva sociale apo si do shohim shoqëror që lidhet me aktivitete të ndryshme në varësi të llojit që është fondacioni apo shoqata apo qendra. Tani veprimtaria jo fitimprurëse, kur flasim për organizata jo fitimprurëse, nuk do të thotë që ato nuk mund të zhvillojnë veprimtari ekonomike. Ato mund të zhvillojnë të gjitha llojet e veprimtarive ekonomike për të mirëmbajtur, le të themi, qendrën, fondacionin apo shoqatën. Megjithatë, gjithmonë duhet keni parasysh që qëllimi nuk duhet të jetë asnjëherë fitimi i themeluesve dhe këtu është edhe ndryshimi i tyre nga bizneset. Janë veprimtari ekonomike, si thanë, dhe jo ekonomike, sepse normalisht ato zhvillojnë dhe aktivitete të ndryshme, me kushte të ardhurat dhe pasuritë të përdoren vetëm për realizimin e qëllimeve të organizatës. Veprimtaria ekonomike e dini se çfarë është çdo veprimtari që kryhet me qëllim për të nxjerrë të ardhura ose përfitime financiare dhe jo vetëm. Dhe veprimtari në të mirë dhe interes të publikut, që është në pjesën më të madhe objekti i këtyre lloj organizatash, janë ato që ndikojnë dhe promovojnë zhvillimin e individëve, zhvillimin e shoqërisë, që fokusohen në fusha të veçanta, siç mund të jetë mjedisi, bamirësia, aktivitete sportive. Tani, siç tham, janë disa legjislacioni jon njeh disa lloje. Kryesoret janë këto të treja dhe ato që parashikohen dhe në ligj. Kemi organizata me antarësi, që janë shoqata, dhe ato pa antarësi, që janë fondacione, që kur flasim për antarësi, do të thotë që jo çdo individ mund të bëhet pjesë e tyre. Shoqatat kanë të drejtën të pranojnë antar në varësi të kushteve që ato vendosin statutin e tyre, ndërsa fondacionet funksionojnë vetëm në bordin e tyre, pra funksionojnë si një entitet pa antarësi ku njerëzit e zakonshëm nuk mund të marrin pjesë. Ti thjesht mund të antarësohesh në fojza si një themelues apo si një pjesë e bordit ekzekutiv të tyre. Përgjithsisht ato organizatat jo fitimprurëse themelohen nga paktën 5 persona fizik dhe 2 persona juridik, sepse mund të tham që mund të themelohen dhe nga persona fizik dhe nga persona juridik. Pra, edhe 2 kompani mund të themelojnë një organizatë jo fitimprurëse. Organi më i lartë drejtues është përgjithsisht mbledhja e përgjithshme ose asambleja e gjithë antarëve. Ka pak a shumë të njëjtën strukturë vendimare, do ta shohim dhe kur shikojmë aktet siç funksionon edhe në rastin e shoqërive tregtare. Dhe normalisht të gjitha organet e tjera përgjigjen dhe funksionojnë në bazë të funksionit të hierarkisë brenda shoqatës apo në varësi të se si statuti i ka rregulluar këtë marrëdhënie ndërmjet organeve të ndryshme. Ato që janë pa antarësi mund të krijohen në rastin e fondacionit, për shembull fondacioni krijohet edhe me akt testamentar, pra me testament, ku testatori mund të parashikojë që një pjesë të ardhurave që ai ka lënë si trashëgimi testamentare, të krijohet një fondacion dhe të funksionojë në të mirë të publikut. Organi më i lartë është bordi i drejtorëve në rastin ku kemi të bëjmë me fondacione, ndërsa në rastin ku kemi të bëjmë me shoqata është antarësia e të gjithë antarëve, domethënë mbledhja e asamblesë së të gjithë antarëve. Normalisht themelohen me ose pa afat, përgjithsisht është e njëjta logjik me pjesën e shoqërive tregtare, që në momentin që lidhen me një funksion të caktuar për një kozjak të caktuar kanë një afat, por përgjithsisht themelohen pa afat, sepse nuk dihet si mund të jetë vijimësia. Tani, fillimisht do flasim pak për qendrën, është pa antarësi, e vetmja që është me antarësi është shoqata,
Dhe si objekti veprimtarisë së saj është kryerja e shërbimeve dhe realizimi i projekteve në të mirë dhe të interesit publik. Me fondet siguruar sipas ligjit. Fondet, siç e ka dhe ligji në vitin 2021 është miratuar ligji i ri për regjistrimin e OJF-ve, ndërkohë kemi dhe ligjin për organizatat jo fitimpruese që kryesisht parashikon pjesën e qëllimit të tyre, se si mundet ato të sigurojnë grante, fonde të ndryshme, dhe normalisht nuk lejohet në rastin e qendrës që të kryejë veprimtari fitimpruese. Qendra krijohet nga një ose më shumë persona fizik ose juridik me akt notarial. Ajo që do vëmë re tek pjesa e organizatave jo fitimpruese është që aktet e tyre duhet të jenë të gjitha të notarizuara, pra duhet të bëhen me akt notarial, ndryshe nga rasti i shoqërive ku mjafton që të jenë origjinale në momentin që uploadohen apo dorëzohen dorëzi. Akti për krijimin e qendrës regjistrohet në gjykatë. Do ta shikojmë pak më poshtë se si është procedura e regjistrimit në gjykatë. Fakt është pak e posaçme në krahasim me shoqëritë tregtare dhe kërkon pak sa më shumë vëmendje ndaj detajeve dhe afateve që përcakton ligji. Për themelimin dhe organizimin e qendrës zbatohen një pjesë e dispozitave të fondacionit, duke qenë se në një farë mënyrë këto janë shumë të ngjashme si entitete, ndryshe nga shoqata që ka goxha diferencë për edhe nga vetë funksioni që ajo kryen. Dhe normalisht po ta shikoni dhe ligjin për organizatat jo fitimpruese dhe pjesa e qendrës ndalet shumë pak, kryesisht e për kufizimet edhe disa detaje të tjera, ndërkohë që fondacioni dhe shoqata janë goxha të elaboruara dhe ka goxha detaje për mënyrën e funksionimit. Tani, shoqata që është një ndër më të përhapurat si organizata jo fitimpruese, është person juridik sistem që krijohet në vullnetin e palëve normalisht, ku duhen 5 ose më shumë persona fizik ose 2 persona juridik që ndjekin qëllim të caktuar të ligjshëm në interes të publikut. Gjithmonë do ta shikoni që edhe nga vetë emërtimi, kur themi jo fitimpruese, përgjithsisht kanë interesa sociale dhe interesat e publikut që synojnë të arrijnë përmes veprimtarisë së tyre. Normalisht shoqata ka të drejtën, ka të drejtën që të ketë në pronësi të saj pasuri të luajshme ose të paluajshme, të realizojë të ardhurat dhe të administrojë këtë pasuri siç do të jetë vendimarrja e organeve të tyre vendimarrëse. Normalisht sipas mënyrës si këto janë të përcaktuar në statut, ashtu si në rastin e shoqërive tregtare, thamë që ligji të jep vetëm bazën, pra të jep dispozitat e aplikueshme drejt për drejt dhe të jep dispozitat që nuk mund të cënohen. Megjithatë është statuti ai që mund të parashikojë shumë më tepër detaje dhe shumë më tepër mënyra se si mund të zgjidhen marrëdhëniet ndërmjet anëtarëve të shoqatës, cilat mund të jenë mënyrat e anëtarësimit, si mund të administrohen pasuritë, mbi cili duhet të jetë, le të themi, numri i vendimarrësve që të mund të disponohet një pasuri pra të shitet, të lihet me qira dhe gjitha këto me radhë. Të gjitha këto parashikohen në statut. Ligji nuk ka asnjë dispozit të kësaj natyre, përveç se faktit që i jep të drejtën statutit që t'i parashikojë. Të ardhurat e realizuara duhet të përdoren vetëm për qëllimet e veprimtarisë dhe për arritjen e qëllimeve të shoqatës. Normalisht kjo është tek të treja llojet e organizatave fitimpruese dhe normalisht nuk lejohet kryej veprimtari fitimpruese. Ato themelohen nga mbledhja e themeluesve, në të cilën miratohet statuti dhe zgjidhen organet e saj kryesore. Normalisht regjistrimi bëhet në gjykatë edhe në këtë rast dhe fitimi i personalitetit juridik për të treja këto lloje organizatash bëhet në momentin që merret vendimi i formës preri gjykatës që miraton kërkesën për regjistrimin apo për themelimin le të themi të organizatës jo fitimpruese. Normalisht deri një lloj si të shoqërisë tregtare deri në momentin e regjistrimit në gjykatë, themeluesit mund të ndërmarrin veprime të nevojshme për të themeluar shoqërinë, si për shembull mund të jetë hapja e një llogarie bankare, që më pas këto veprime konvalidohen në momentin që hapet shoqëria dhe kalojnë le të themi në emrin e shoqërisë apo në rastin konkret në emrin e shoqatës. Normalisht shoqatat kanë të drejtën që të hapin degë të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë, duke zbatuar legjislacionin e posaçëm, nëse kemi të bëjmë me jashtë Shqipërisë, legjislacionin e vendit ku do duan të hapin degën e tyre, apo dhe legjislacionin shqiptar në lidhje me shoqëritë tregtare, me organizatat jo fitimpruese. Pranimi i anëtarëve të rinj, siç thash, bëhet sipas dispozitave të statutit, sepse mund të kemi shoqata që kanë disa funksione të posaçme dhe anëtarët që ato duan të pranojnë, duhet të kenë disa cilësi të posaçme për të qenë pjesë e kësaj. Domethënë nuk janë të hapura për publikun e gjerë, kushdo që mund të marrë pjesë. Fondacioni ndryshe nga shoqata nuk ka anëtarësi. Pra fondacioni gjithashtu ka dhe përqendrohet tek interesi i publikut dhe interesat social, ky është qëllimi i tij. Përgjithsisht fondacionet do ta shikoni që janë shumë të përhapura në pjesën e këtyre
organizatave që kanë qëllime bamirësie, pra qëllime e mbledhjes së fondeve për të ndihmuar për problematika të shumta sociale, si këto që shikojmë edhe në televizor, siç mund të jenë këto të Elvis Naçit apo të ngjashme, përgjithsisht to kanë formën e fondacioneve, sepse është dhe më e lehtë administrimi i fondeve në rastet konkrete. Normalisht edhe në këtë rast formohet nga persona fizik dhe juridik, e veçanta e fondacionit është fakti që mund të krijohet dhe me testament, siç e dini, testamenti përfshin legun dhe barrën dhe një barr e lënë në testament mund të jetë edhe krijimi i një fondacioni. Akti për krijimin regjistrohet në gjykat, normalisht duhet të përmbajë emrat e themeluesve, qëllimin e veprimtarisë, përbërësit e pasurisë, pra cila është pasuria në momentin e themelimit të fondacionit, burimet e ndryshme që mund të përdoren për financimet në vijim. Megjithatë këto do të shikoni sepse unë ju kam sjell një statut fondacioni, ta shikoni se si i ka të parashikuar sepse dhe ai është pak i posaçëm, përfshin dhe mënyrat grantet apo fondet publike nëse mund të aplikoj për të marrë fonde të ndryshme nga organizata jashtë apo brenda Shqipërisë. Ashtu si në rastin e shoqatave, fondacioni ka të drejtë të ketë në pronësi pasuri dhe të realizojë të ardhura përmes veprimtarisë së tij. Megjithatë, në çdo rast dihet që këto të ardhura duhet të jenë gjithmonë të destinuara vetëm për arritjen e qëllimeve të veprimtarisë së fondacionit dhe jo për qëllimet e fitimit të antarëve të tij, të themeluesve dhe antarëve që janë një qark i mbyllur sepse pjesëtarë të tjerë nuk mund të antarësohen. E rëndësishme është të kuptoni që pavarësisht se këto nuk kanë qëllim fitimprurëse, personat që e themelojnë, duke qenë se mund edhe të punësohen brenda në fondacion, pra të kryejnë funksione të ndryshme në varësi të tipologjisë fondacionit, normalisht një pagë që ato mund të marrin nuk mund të konsiderohet qëllim fitimprurës, sepse ato hyjnë tek pjesa e shpenzimeve apo të ardhurave që janë në qëllim të kryerjes së veprimtarisë. Tani, aktet që janë të domosdoshme për krijimin e një organizate jo fitimprurëse, ashtu si në rastin e shoqërive tregtare, kemi aktin e themelimit dhe statutit, që nga ana formale përgjithsisht përmbajnë të njëjtat dispozita apo më saktë synojnë të rregullojnë të njëjtat marrëdhënie që lidhen me marrëdhëniet ndërmjet antarëve, marrëdhëniet ndërmjet themeluesve, mënyra se do të bëhet administrimi, cilat do të jenë organet më të larta që do të marrin vendimet në lidhje me vijimin e veprimtarisë, përgjithsisht është e njëjta logjikë. Megjithatë, dispozitat që përmbahen janë goxha të ndryshme nga ana përmbajtësore, sepse mënyra si rregullohen apo organet që përfshihen në fondacion apo në shoqat janë të ndryshme nga ato të shoqërive tregtare. Akti i themelimit është akti me të cilin shprehin vullnetin për themelimin e tyre, pra siç thamë është kontrata, ashtu si në rastin e shoqërive tregtare është kontrata që palët lidhin për të krijuar një organizatë fitimprurëse. Siç thamë, fondacioni krijohet dhe me akt testamentar. Në këtë rast nuk është nevoja të kemi një akt themelimi, por është akti testamentar ai që përbën aktin e themelimit. Akti i themelimit hartohet me shkrim dhe përmban llojin e organizatës së fitimprurëse, pra nëse kemi të bëjmë me qendër, shoqat apo fondacion, emrin, selin, identitetin e themeluesve, qëllimet dhe fushën e veprimtarisë, që kjo është shumë e rëndësishme. Sidomos në rastin e organizatave jo fitimprurëse është shumë e rëndësishme që jetë shumë mirë përcaktuar lloji dhe qëllimet që ajo synon të arrijë, sepse kjo mund të ndikojë në të ardhmen qoftë në fitimin e granteve të ndryshme apo aplikimin e projekteve. Përgjithsisht mënyra si këto i fitojnë fondet janë grantet apo projektet shqiptare apo dhe të huaja. Kohëzgjatjen, nëse do të kemi një kohëzgjatje të caktuar, emrin e personit që autorizohet të ndjek procedura dhe edhe në këtë rast, në rast se procedurat nuk ndiqen së bashku nga gjithë themeluesit, do duhet të autorizohet njëri prej tyre apo një person i tretë që të kryejë regjistrimin në gjykat dhe të ndjekë gjitha procedurat, pra të bëjë dhe kërkesën, sepse përveç aktit të themelimit dhe statutit, është shumë e rëndësishme edhe kërkesa me cilin i drejtohemi gjykatës për të pretenduar regjistrimin e OJF-s. Në rastin e themelimit me testament, normalisht përmbajtja e tij, duke qenë se është në vetvete e përfshirë në testament, mund mos i përmbajë të gjitha këto detaje. Megjithatë, këto do të jenë parashikuara më pas në statut. Vendimet e ndryshme për aktin e themelimit që kanë lidhje me emrin, simbolet e përdorura, domethënë logon, mënyrën e formimit të antarësisë apo organe, këto mund të ndryshojnë, të gjitha këto dhëna mund të ndryshojnë në vijim. Megjithatë, ashtu si në rastin e themelimit, edhe ndryshimet e mëvonshme duhet të bëhen me vendim gjykate. Por në këtë rast kur bëhen ndryshime pas regjistrimit fillestar, vendimi merret nga kancelari dhe jo nga gjyqtari. Kështu që është një procedurë goxha më
përshpejtuar le të themi dhe goxha më e thjeshtë për t'u ndjekur. Normalisht këto në momentin e themelimit duhet që brenda 30 ditësh të regjistrohet në gjykatë, ashtu si në rastin e shoqërive tregtare, dhe ndryshimet që bëhen duhet paraqiten brenda 30 ditëve në gjykatë për t'u marrë vendimi. Ndryshimet i nështrohen të njëjtës procedurë, si në rastin e regjistrimit që do ta shikojmë pak më poshtë. Statuti, siç thash pak a shumë, është e njëjta logjik me shoqëritë tregtare për marrëdhënie që ai synon të rregullojë. Ka një rregullim të hollësishëm të çështjeve që lidhen me organizimin, funksionimin e organizatës së fitimprurëse, hartohet nga themeluesi dhe normalisht miratohet nga mbledhja e themeluesve, sepse në këtë rast nuk kemi akoma formimin e organeve që duan dhe janë të nevojshme për funksionimin, siç do t'i shohim në vijim që duhet të kesh në statut në momentin e regjistrimit. Në rastin e themelimit me testament, statuti mund të hartohet dhe miratohet nga ekzekutori i testamentit. Siç e dini, në rast se lihet një testament, palët në testament mund të përfshin edhe ekzekutorin e testamentit, pra cili do të jetë personi që ato autorizojnë, le të themi, pavarësisht se ky është një veprim mortis causa, autorizojnë që pas vdekjes së tyre të bëjë, le të themi, shpërndarjen e pasurisë trashëgimore dhe si duhet jenë hapat që do ndiqen. Në këtë rast mund të bëhet edhe nga personi i caktuar. Përveç rasteve normalisht kur në testament parashikohet ndryshe. Dhe të dhënat kryesore që duhet përmbaj janë forma e organizimit, pra kemi të bëjmë me shoqatë, fondacion apo qendër, emrin, siglën dhe simbolin e veçantë. Në rastin e emrit është e rëndësishme që në momentin që një emër i caktuar është regjistruar, ai nuk mund të regjistrohet më, pra do duhet zgjedhur diçka tjetër. Në rastin e logove, nëse logoja është e regjistruar apo e mbrojtur nga prodësia industriale, atëherë nuk mund të regjistrohet. Megjithatë, këto janë paksa edhe specifike si çështje, sepse duhet para se të bëhet, le të themi, të vendoset për logon, duhet të keni një njohuri të përgjithshme se si mund të kërkojmë për të parë patentat e regjistruara apo markat e regjistruara në Shqipëri, që jo gjithë e bëjnë si procedurë, sepse akoma jemi në fillimet, le të themi, të kësaj fushë. Themeluesit, pra kush janë personat që themelojnë organizatën, qëllimi dhe fushën e veprimtarisë, ndalimin e shpërndarjes së fitimeve, normalisht, siç tham, kjo është edhe karakteristika kryesore, pra duhet të jetë përcaktuar qartësisht në statut që të gjitha të ardhurat që prodhohen nga veprimtaria nuk mund të shpërndahen themeluesve, kozgjatjen, organet drejtuese dhe kompetencat e tyre, përbërjen e organeve, domethënë numrin e anëtarëve, se si do të funksionojnë mbledhjet e tyre, gjitha këto me radhë. Procedurat dhe mënyrat e zgjedhjes dhe ndryshimit të organeve, rregullat për mbajtjen e mbledhjeve, pjesëmarrjen dhe mënyrat e votimit, kuorumi i nevojshëm, të njëjta siç thash me shoqëritë tregtare, kriteret e administrimit të pasurisë, pra si do të administrohet pasuria që ka në pronësi fondacione apo shoqata apo qendra, mënyra e miratimit të ndryshimeve të statutore, rregullat për bashkimin dhe ndarjen e organizatës, dhe në rastin e organizatave mund të kemi bashkimin e dy organizatave apo ndarjen e një organizate në dy entitete të tjera, mënyrën e përfaqësimit ligjor, pra si do të përfaqësohet organizata kashit palëve të treta, rregullat për likuidimin dhe destinimin e pasurisë pas mbarimit të organizatës. Në rastet konkrete kur bëhet likuidimi mund të vendoset që një pjesët e pasurisë së shoqatës që janë aktive, domethënë aktivet e shoqatës në momentin e shpërbërjes së saj, mund t'i kalojë një organizatë tjetër fitimprurëse, pra nuk funksionon si në rastin e shoqërive tregtare që u ndahet ortakëve apo themeluesve. Gjithashtu të rëndësishme janë edhe rregullat për pranimin apo përjashtimin e anëtarëve, kur kemi të bëjmë me shoqata, të drejtat dhe detyrimet e tyre, rregullat në lidhje me kuotizacionet që janë, le të themi, kuota për të marrë pjesë, mund të ketë shoqata që parashikojnë që anëtarësimi mund të ketë kundrejt një farë pagese. Fondacioni dhe qendrat, në rast se fondacionet dhe qendrave statutit duhet parashikojë dhe burimet financiare dhe materialet të siguruara nga themeluesit dhe mënyrën e përdorimit të tyre. Ndryshimi i statutit normalisht të shoqatës bëhet nga mbledhja e përgjithshme të anëtarëve dhe në rast se statuti nuk parashikon një shumicë të caktuar apo të lartë votimi, ndryshimet bëhen me shumicë të thjeshtë të anëtarëve. Në rast se nuk e keni të parashikuar në statut që duhet një shumicë më e lartë, atëherë do bëhet me një shumicë të thjeshtë të zakonshme. Dhe në rastin e fondacioneve dhe qendrave, organi më i lartë vendimarrës ka kompetencë të bëjë ndryshime të statutit. Ashtu funksionon në rastin e fondacionit, kur është themeluar me akt testamentar, është pak ndryshme sepse vullneti i testatorit nuk mundet që të
të tejkalohet vullneti testatorit në rast se kjo nuk është e parashikuar shpejtimisht më pas në statut. Është shumë e rëndësishme dhe është shumë problematike rastet e fondacioneve me statut, sepse varet se sa e qartë ka qenë pjesa e zauruar në pjesën e testamentit, se sa testatori ka parashikuar rregullat posaçme apo dhe si këto mund të aplikohen në praktikë pastaj. Procedura dhe kushtet e regjistrimit. Tani siç thash, procedura është goxha e ndryshme nga ajo e themelimit të shoqërive tregtare dhe goxha më e komplikuar në thonjza, sepse do duhet bëhet përmes paraqitjes së një kërkese në gjykatë, të cilin gjykata do ta shqyrtojë dhe brenda fateve të caktuara do të marrë vendimin për themelimin ose jo. Pastaj po i them një overall të çfarë do shohim në vit. Pastaj në momentin që bëhet miratimi nga gjykata, regjistrohen në regjistrin elektronik që funksionon brenda gjykatës së shkallës parë Tiranë, jurisdiksion të përgjithshëm në Tiranë, domethënë regjistrimet bëhen vetëm në Tiranë, nuk mundeni që të paraqisni një kërkesë në Durrës, kompetente sipas ligjit është vetëm gjykata e Tiranës. Dhe brenda gjykatës së Tiranës funksionon një sesion i veçantë që ka regjistrin në OJF-ve ku mund të bëhen dhe kërkime të ndryshme në rast se dikush kërkon informacion në lidhje me një shoqat, sepse presupozohet le të themi që të dhënat e përgjithshme në lidhje me objektin e veprimtarisë janë të dhëna publike, duke qenë se dhe qëllimi i tyre është publik. Normalisht të dhënat e veçanta që lidhen me marrëdhëniet ndërmjet themeluesve apo antarëve, kjo është nuk mund konsiderohen le të themi të dhëna që mund të ketë akses çdo individ. Regjistrimi dhe çdo regjistrim tjetër paraqitet me kërkesë para gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë dhe kërkesa paraqitet në formë shkresore ose elektronike. Në fakt të drejtën deri më sot çfarë më dashur mua të merrem i kam çuar dorë, asnjë nuk di, mbase nuk jam në dieni, por nuk di të funksionoj ndonjë mjet elektronik mbase në emailin e gjykatës, po nuk ekziston le të themi një faqe konkrete apo një link tek faqja e gjykatës që të orientoj për të vajtur në regjistrin elektronik të OJF-ve. Dhe normalisht i bashkëngjiten edhe dokumentat shoqëruese sipas ligjit që thamë janë statuti, kërkesa, akti i themelimit, të dhënat e antarëve apo të dhënat e themeluesve. Organizatat jo fitimpruse që kanë qëllim për të regjistruar sipas ligjit, ato janë dhe të detyruara të regjistrohen në gjykatë, pra nuk mund të funksionojnë pa regjistrim, sepse nuk përbën një entitet, nuk fitojnë personalitet juridik dhe nuk mund të kryejnë asnjë lloj veprimi për të marrë përsipër të drejta apo detyrime dhe për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Regjistrimi, funksionimi dhe organizimi ato janë të detyruar të paraqisin në gjykatë përveç së kërkesën fillestare dhe regjistrimet e tjera të detyrueshme. Pra janë disa të dhëna që shikoni në ligj që janë të detyrueshme për tu regjistruar në momentin që ndryshohen. Dhe që falni vetëm një sekondë. Okej. Siç thash, të gjitha regjistrimet janë të detyrueshme për të bërë brenda afatit 30 ditor nga data e themelimit ose ngjarjes së rrethanës faktike dhe ndryshimit që do të ndodhi në vijim në rast se do të miratohet një ndryshim i tillë. Ndalohet regjistrimi në regjistrin elektronik të organizatave fitimprurëse me emra të njëjtë ose të ngjashëm, me emra në trajtën e shquar me shkurtime përkatëse të shteteve, qyteteve, krahinave gjeografike, organizatave ndërkombëtare, fetare apo institucioneve të pushtetit vendor apo qendror, pa shtesa dalluese ose me emra që janë në kundërshtim me rendin apo dispozitat urdhëruese të ligjit. Pra shumë të rëndësishme këto funksionojnë përgjithsisht edhe në rastin e shoqërive tregtare, që emrat duhet të jenë të posaçëm, sepse kjo mund të jetë një nga shkaqet që mund t'ju refuzohet regjistrimi. Përgjithsisht shoqatat kanë tendencën ato që merren sidomos në çështjet e mjedisit që të përdorin emra krahinash të caktuara, lumenjsh apo malesh apo nuk e di qytete të caktuara, megjithatë duhet të jenë shumë të posaçme në mënyrë që gjykata mos e refuzojë vetëm për këtë shkak, sepse do të ishte humbje kohe dhe një procedurë e shtuar për ju. Kërkesa mund të paraqitet bashkërisht nga të gjithë themeluesit, siç thash, ose nga një person i autorizuar prej tyre. Kërkesa për regjistrimet paraqitet nga organi ekzekutiv që ka të drejtën e përfaqësimit. Në momentin që është regjistruar në gjykatë OJF-ja dhe bën ndryshime të mëvonshme, atëherë organi i cili në statut është përcaktuar do të jetë organi le të themi përfaqësues i saj, ai ka të drejtë të bëjë dhe regjistrime të mëvonshme ose dhe të autorizojë një nga antarët e tij që të bëjë ai regjistrimet, pra me autorizim posaçëm brenda personit juridik, sepse dhe shoqatat janë persona juridik pavarësisht se nuk kryejnë veprimtari fitimprurëse. Kriteret dhe kushtet e regjistrimit. Mbase po eci pak shpejt, sepse doja që, siç u thashë në kaluar, gjysmë në fundit të bëni një përmbledhje pak a shumë çfarë kemi parë dhe gjërat më të rëndësishme që kemi marrë në këtë kurs. Unë
meqense jemi në këtë temë, do të mundohem që brenda ditës sotme ose nesër ta regjistroj vetë nga shtëpia seancën e dytë, sepse e di që shumë prej jush po e prisni dhe keni të drejtë në fakt, megjithatë kemi pasur shumë angazhime dhe kurset në qendër janë të njëpasnjëshme, kështu që nuk kam pasur hapësirë edhe të kem në përdorim mjetet e nevojshme për të bërë regjistrimin, kështu që do të mundohem ta bëj nga shtëpia dhe t'ju dërgoj brenda ditës së hënë ose të martë. Normalisht do të jetë pak më e shkurtër se ajo që bëjmë në klasë, sepse ajo që bëjmë në klasë është dhe pjesë e bashkëbisedimit që ne bëjmë, por do të jenë gjërat kryesore dhe të përgjithshme dhe aktet të cilat unë ja kam dërguar, por në lidhje me aktet unë do mundohem që t'i përfshi të gjitha bashkë në një zip edhe t'ju dërgoj që t'i keni të gjitha, le të themi, të përmbledhura çfarë është marrë në gjithë kursin. Për të mos humbur kohë rikthehemi pak te procedura dhe kushtet e regjistrimit. Procedurën unë po ju jap pak detaje, megjithatë sa ta përfundojmë të pjesën do ju bëj edhe një përmbledhje të shkurtër të hapave, thjesht që ta keni si në overall. Megjithatë këto detajet janë të rëndësishme dhe në momentin që do t'ju duhet të regjistroni një fondacion apo një shoqat, qoftë për vete apo nëse punoni në zyrë avokatie, mund të riktheheni sepse ka shumë të përmbledhur, materiali jam munduar ta kem sa më të përmbledhur pjesën e hapave që duhet ndiqen edhe dokumentave. Dokumenta shoqëruese, siç thash edhe në fillim, duhet të dorëzohen në origjinal dhe në kopje të njësuara me origjinalin. Pra, është shumë e rëndësishme që aktet duhet të jenë të notarizuara, e thënë në gjuhën e thjeshtë ose të njësuara me origjinalin. Dhe në momentin e aktit të themelimit apo statutit bëhet vërtetimi i nënshkrimit të anëtarëve. Kjo quhet notarizimi në këtë rast, kurse aktet e tjera që mund të jenë dokumenta të ndryshme, pronësie që për ambientin që do përdoret apo mbi pasuritë e tjera, janë këto që njësohen me origjinalin. Dhe të jenë të hartuar sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin përkatës. Tham, në 2021 është miratuar ligji i ri për regjistrimin, i cili përmban në mënyrë të hollësishme se si duhet të jenë dokumentat, se si bëhet procedura dhe gjitha këto me radhë. Mund të dorëzohen edhe në formatin elektronik, sipas ligjit. Dokumentet shoqëruese nuk duhet të përmbajnë korrigjime ose fshirje të pavërtetuara, sipas dispozitave përkatëse ligjore dhe përmbajtja e tyre duhet të jetë e qartë e lexueshme. Okej, kjo është e qartë, në çdo rast dokumentat duhet të jenë origjinale, duhet të jenë të korrigjuara, nuk duhet të përmbajnë të dhëna të pavërteta sepse në raste të tilla lind edhe përgjegjësia penale pastaj, po nuk mendoj se është shumë e aplikueshme kjo. Përveç se nëse dikush ka qëllime të shakejse pastaj. Kërkuesi bashkë me dokumentacionin shoqërues në shqip mund të depozitojë edhe përkthimin e vërtetuar në gjuhën e huaj në rastet kur qendrat, për shembull, një gjë që është shumë e zakonshme në Shqipëri është që qendrat huaja kanë hapur degët e tyre në Shqipëri. Në këtë rast aplikohen dhe dispozita të veçanta që lidhen me mënyrën se si njësohen apo se si mund të konsiderohen të vlefshme në Shqipëri dokumentat e lëshuara nga autoritetet të huaja, që është edhe pjesa e legalizimit që bëhet në Ministrinë e Punëve të Jashtme të tyre, normalisht nga shteti i cili synon që të hapi në Shqipëri një OJF. Organizatat e fitimprurëse regjistrohen në regjistrin elektronik duke depozituar kërkesën për regjistrimin fillestar, të plotësuar me të gjitha të dhënat e detyrueshme, statutin, aktin e themelimin, aktet e emërimit të organeve vendimarrëse, duke përfshirë dhe aktin e caktimit të përfaqësuesit ligjor të organizatës nëse nuk përfshihet në aktet e mësipër me këto. Përgjithsisht, mënyra si bëhen ndryshimet, le të themi, është që neve kemi depozituar në fillim një statut edhe një akt themelimi. Akti themelimit përgjithsisht nuk parandryshohet, por tek pjesa e statutit ato që ndryshojnë bëhen me anë të shtojcave. Pra në rast se bëhet një ndryshim i parë në statut, do kemi shtojcën A. Në rast se bëhet një ndryshim i dytë, do kemi shtojcën B. Kjo ndodh edhe për çdo emërim apo çdo ndryshim, sepse marrim rastin e shoqatës. Shoqata fillimisht mund të ketë 5 anëtarë. Njëri nga anëtarët dëshiron që të largohet dhe të vijë një anëtar tjetër. Kjo do të bëhet e gjitha përmes procedurës në gjykatë dhe e gjitha përmes dorëzimit të dokumentacionit përkatës, që në rastin konkret do të ishte shtojca, le të themi, e statutit, ku parashikohet ndryshimi i anëtarëve, i emërtimit dhe i dhënave të anëtarit. Të dhënat e detyrueshme për regjistrimin fillestar sipas ligjit të 2021-shit Këto janë të ngjashme me ato që ishin në statut, sepse normalisht statuti përmban të dhënat e detyrueshme, që janë emri, forma organizimi, data e themelimit, të dhënat e identifikuesve, e themeluesve, të cilat identifikohen në rastin ku kemi personin fizik, kemi thënë disa herë gjatë kursi, emër, aci, mbiemër, vendlindje, numër ID-e, ndërsa në rastin e shoqërive tregtare, data e themelimit, NIPT-i, selia, përfaqësuesi ligjor, dhe këto janë përgjithsisht ato që janë të nevojshme.
Dhe normalisht e rëndësishme është që në raste kur kemi të bëjmë me shoqëri tregtare, në rast se ato janë themeluese apo persona të tjerë juridik, dhe të dhënat e përfaqësues ligjor të tyre. Selia vendi ku do të jetë në rast se ku neve parashikojmë një seli ashtu si dhe në rastin e shoqërive tregtare, duhet të ketë dhe dokumentacioni përkatës që vërteton le të themi përdorimin e këtij ambienti, pronësinë e tij, qiranë e tij, në varësi se si mund të jetë marrëdhënia e krijuar për të marrë në posedim dhe në përdorim të ambient. Qëllimin, zgjatin, siç e tham, antarët e bordeve drejtuese dhe organeve drejtuese, të dhënat e identifikimit, nuk po ndalem të kjo sepse si thash janë të njëjtat me ato që ishin në statut edhe i keni dhe i shikoni. Më falni. Normalisht e tham që fitojnë personalitetin e tyre në momentin që vendimi i gjykatës ka marrë formë të prerë. Kur flasim për formë të prerë, gjithmonë kemi parasysh që është gjykata e apelit në rast se do të ketë një ankim. Përgjithsisht sepse legjislacioni jonë e dim që kemi dhe rekursin në gjykatë lartë, por në rast se shoqërive tregtare, në rast se dikush nuk ka një interes apo një shkak të ligjshëm për ta ankimuar vendimin, përgjithsisht marrin formë të prerë që nga gjykata e shkallës parë. Normalisht e rëndësishme është që të keni parasysh që duhet dhe ka disa të dhëna financiare që lidhen me pjesën e ushtrimit të aktivitetit dhe ekonomik që bën shoqëria, që duhet të depozitohen, siç janë pasqyrat vjetore financiare, të mbajtura sipas legjislacionit të posaçëm, emërimin e likuidatorit në rast se shoqëria do që shoqëria organizata jo fitimprurëse, se na është bërë mendja shoqëri çdo ditë duke u marrë me ato, aktin e prishjes në rast se shoqëria do të shikoni pra shoqëria në rast se organizata jo fitimprurëse do të dojë në një moment caktuar të bëjë likuidimin e saj dhe të prishet sepse qëllimi për cilin ajo është themeluar është bërë i pamundur apo mungon vullneti i palëve për të vazhduar bashkëpunimin dhe themelimin e shoqërisë. Për degët e organizatave jo fitimprurëse të huaja regjistrohen dhe aktet e transformimit, bashkimit, ndarjes, hapjes, mbylljes, të gjitha procedurat, domethënë që ato kanë kryer deri në hapjen e një dege në Shqipëri. Vendet e tjera të ushtrimit të aktivitetit, ndryshe nga selia, siç thash, organizatat jo fitimprurëse mund të kenë një seli të caktuar, por mund të hapin dhe degë të tjera brenda ose jashtë vendit. Kompetencat e përfaqësimit të organeve, ato përgjithsisht përmbahen në statut, janë të parashikuara. Emri, mbiemri, datëlindja e gjithë kontribuesve pasuror të fondit. Domethënë, e thon shkurtimisht sepse këto janë të gjitha detaje që juve i shikoni edhe në ligj pastaj në momentin që do të keni diçka konkrete në praktik, është që çdo ndryshim që ligji e parashikon të nevojshëm për t'u regjistruar në gjykatë, çdo ndryshim që ju edhe në rolin e juristit do ta konsideroni që ndikon në mënyrën si është themeluar shoqëria, ndikon në veprimtarinë e shoqërisë, ndikon në mënyrën si ajo organizohet, do duhet të regjistrohet në gjykatë. Përveç atyre që ligji parashikon si të detyrueshme, sepse ligji nuk ka është është lista shtruese e të gjitha atyre, por mund të rastisi që të bëni një veprim të caktuar i cili ju e gjykoni që mund të jetë shumë i rëndësishëm dhe që mund të ketë një impakt në veprimtarinë e shoqërisë. E mira do të ishte që nëse keni dyshimin nëse duhet ta regjistroni apo jo, megjithëse thash ligji e ka listën e atyre që duhet regjistrohen, mund të informoheni pranë regjistrit që funksionon pranë gjykatës shkallës parë Tiranë. Dhe të gjitha këto ndryshimet pasi bëhen, regjistrohen në regjistër që të jenë të updetuara të gjitha le të themi të dhënat e organizatave fitimprurëse. Tani, organizatat jo fitimprurëse mund të regjistrojnë siç thash, përveç listës shtruese që kemi, mund të regjistrojnë dhe të dhënat e tjera shtesë, kur palët e dëshirojnë këtë gjë dhe për të pasur le të themi disa specifika që evidentojnë, mund të jetë emërtimi ose shenjat e tjera dalluese, siç mund të jenë logot, siç mund të jenë një markë e caktuar, po përgjithsisht në rastin konkret kemi të bëjmë me logot, mënyrën e shkrimit, të gjitha këto detaje le të themi që futen më shumë te fusha e pronësisë industriale apo te fusha e dritave të autorit. Faqen e internetit dhe emailin, adresën emailit, numrin e telefonit, kontaktet, të gjitha këto gjithmonë janë vullnetare, por në rast se ju dëshironi patjetër që mund t'i regjistroni që në fillim. Vendimet e pezullimit dhe veprimtarisë ose vendimet e tjera të ndryshme nga ato që janë të detyrueshme për regjistrim, ajo që ju thash pak më parë që të gjitha vendimet, pavarësisht atyre të parashikuara, të cilat ju i gjykoni se janë të rëndësishme për t'u regjistruar dhe për të pasur le të themi në datapazën e
OJF-s tuaj. Të dhënat e tjera që lidhen me veprimtarinë e organizatës, në varësi se çfarë veprimtari ajo kryen, në varësi të çfarë qëllimesh ka, është një fushë shumë e gjerë ajo e organizatave ofitimprurëse, sepse veprimtaria që ju mund të ushtroni mund të jetë shumë llojshme, mënyra se si juve parashikoni që të krijoni të ardhura mund të jenë të shumë llojshme dhe duhet të jeni të kujdesshëm, sidomos në pjesën e statutit. Kjo është në të dyja, edhe në shoqëri tregtare dhe në organizatat e ofitimprurëse, statuti është Bibla. Kështu që gjithmonë kur hartoni statutin, duhet ta lexoni mirë ligjin, të kuptoni se çfarë ligji ju kërkon të detyrueshme, të merret mendimi i themeluesve ose në rast se do jeni ju themeluesit, të merret dhe mendimi i themeluesve të tjerë për të kuptuar qëllimet e palëve dhe për të kuptuar se çfarë dispozitash mund të ishin ato që mund të bënin ndryshimin në një moment të dytë ku mund të gjendeshin palët para një mosmarrëveshje. Se e kam thënë dhe orën e kaluar, do ta përsëris prapë sepse e gjykoj shumë të rëndësishme që gjithmonë duhet menduar në momentin që hartohen akte të tilla apo kontrata, gjithmonë duhet menduar shkak që mund të lindë një mosmarrëveshje dhe si mund të zgjidhet kjo. Asnjëherë nuk duhet nisur të bëhet një kontratë apo një statut me idenë që gjithçka do të shkojë shumë mirë dhe nuk do të ketë asnjëherë problematika, sepse pikërisht në momentin që do të keni problematika, do ta gjeni veten në vështirësi për të dhënë zgjidhje. Vendimarrja e gjykatës, tani tham, bashkë me statutin dhe aktin e themelimit, është dhe kërkesa drejtuar gjykatës. Këto të gjithë këtë dokumentacioni bashkë me tham ID-t dhe dokumentacionin në lidhje me ambientin që juve do të përdorni, të gjitha ato të dhëna që i lexuan pak më sipër të materializuar le të themi në dokumente, sepse neve kemi ligji e ka identitetin e palëve, por normalisht është shumë banale, po që është e kuptueshme që duhet keni një fotokopje të kartës ID apo të mjeteve të tjera të identifikimit. Dhe vendimi për regjistrimin fillestar, si dhe vendimi për regjistrimin e tyre merret nga gjyqtari i sesionit tregtar. Pra në çdo gjykate civile ose gjykate me jurisdiksion të përgjithshëm, siç i quajmë ne, kemi dhe dhoma tregtare që janë ato që merren kryesisht me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare, por edhe rasti organizatave jo fitimprurëse hyn te kjo pjesë për efekt regjistrimi. Vendimi për regjistrimet e tjera merren nga kancelari, siç thash, kështu që është një procedurë goxha më e përshpejtuar. Sekretaria e regjistrit elektronik do të jetë në rast se ju do keni të bëni dhe të merreni me organizatat jo fitimprurëse, do të jetë një pjesë e institucionit gjykatës që do ta vizitoni shpesh, sepse aty do bëni dhe depozitime, aty do të merrni dhe informacione të ndryshme. Është struktura përgjegjëse në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për administrimin e regjistrit elektronik, ajo drejtohet nga kryesekretari, i cili është dhe përgjegjës për mbajtjen e korrespondencave apo dhe koordinimet. Kërkesat për regjistrim e tham dhe në fillim paraqiten në formë shkresore ose elektronike dhe sekretaria pasi verifikon identitetin e palëve regjistruese dhe dokumentacionin nëse është në formën e kërkuar, lëshon një konfirmim për dorëzimin e dokumentacionit, të cilat më pas, si do ta shohim, i kalojnë në gjykatës, gjyqtarit të seksionit tregtar për të marrë vendimin për katës. Nishim këtu. Tani, mënyra si vendos gjykata ose vendimarrja që mund të ketë gjykata në këtë rast, normalisht gjykata mund të ta pranojë kërkesën tuaj për regjistrim, por mund edhe ta refuzojë për shkaqe të parashikuara në ligj dhe që lidhen me kryesisht me ato që neve pam pak më sipër dhe mosbatimi i tyre apo mos parashikimi për shembull në statut i dispozitave të caktuara që lidhen me pasurinë, dispozitave që lidhen me administrimin dhe gjitha ato mund të jenë shkaqe për refuzim. Gjyqtari vendos për kërkesat në dhënë këshillimi brenda 15 ditëve nga dita e depozitimit të kërkesës, që do të thotë se palët nuk marrin pjesë në këtë procedurë, është gjyqtari ai që vendos brenda 2 javësh përgjithsisht, që është afati i gjykimeve kamerale në këtë rast. Vendimi për regjistrim jepet nga gjyqtari dhe në rastin kur një gjykat tjetër ka marrë një vendim për kryerjen e këtij veprimi. Kancelari vendos për kërkesat brenda 5 ditëve, pra në momentin që kemi të bëjmë me kërkesa për ndryshime në vijim të regjistrimit fillestar, atëherë këto merren nga kancelari brenda një afati 5 ditor nga dita e depozitimit të dokumentacionit në sekretarinë përkatëse që ne tham që do të jetë pika juaj e orientimit në gjykat kur kemi të bëjmë gjithmonë me çështje që lidhen me organizatat jo fitimprurëse. Vendimi i gjyqtarit për regjistrim ose çregjistrimit dhe vendimi i kancelarit regjistrohen në regjistrin elektronik ku përfshihen të gjitha të dhënat në ditën që vendimi ka marrë formë prek dhe menjëherë
Në momentin që bëhet regjistrimi dhe lëshohet certifikata e regjistrimit, mund të fillojë kryerja e aktivitetit të organizatës së fitimprurëse dhe gjithë atyre që ajo ka parashikuar si hapa që do të jenë në vijim për të filluar le të themi veprimtarinë. Deri në atë moment nuk mund të kryhet një veprimtari specifike, pra në momentin që nuk keni marrë akoma certifikatën e regjistrimit apo nuk është bërë regjistrimi në regjistrin elektronik, nuk mund të filloni të aplikoni për grante apo të filloni të aplikoni për fonde të ndryshme, sepse konsiderohet ende që organizata juaj nuk ekziston ligjërisht sipas legjislacionit shqiptar. Regjistrimi i organizatave në regjistrin elektronik përbën gjithashtu, edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, regjistrim të njëkohshëm të tyre pranë organizatës tatimore qendrore dhe vendoren në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe pranë inspektoratit të punës, që do të thotë në rast se juve do të keni të punësuar, në momentin që juve bëni regjistrimin në regjistrin elektronik, ashtu edhe si në rastin e regjistrimit të veprimtarive tregtare në Albania, këto regjistrime kanë efekt edhe për organet tatimore, por edhe për organet e tjera, siç mund të jenë Instituti i Sigurimeve Shoqërore apo Shëndetësore, Inspektorati i Punës, në rast se juve keni të punësuar, për shembull, sepse fondi normalisht për të funksionuar mund të punësohet një sekretar, mund të punësohet një person tjetër për të kryer funksione brenda. Dhe në këtë rast pavarësisht se kemi të bëjmë me organizata jo fitimprurëse, marrëdhëniet e punës zhvillohen normalisht dhe do të jenë të ngjashme si në çdo marrëdhënie tjetër pune. Organizatat jo fitimprurëse për qëllimet e regjistrimit të pajisjes me certifikatën e regjistrimit fillestar deklarojnë të gjitha të dhënat e detyrueshme të legjislacionit tatimor, të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Është ajo që tham që kanë efekt edhe për këto dhe që janë të detyruar të deklarojnë të dhënat që lidhen me këto aspekte, pra me detyrimet tatimore që mund të lindin. Me përjashtim të rasteve ku ligji shprehimisht kushtozon nisjen e veprimtarisë përkatëse me marrjen e një leje, mund të fillohet veprimtaria menjëherë. Kjo do të thotë që kemi raste ku veprimtaria që neve duam të ushtrojmë, kjo funksionon edhe në rastin e shoqërive tregtare, kur nuk mjafton vetëm regjistrimi që shoqëria apo organizata jo fitimprurëse të fillojë me kryen e veprimtarisë, por mund të jetë nevojshme marrja e një licence apo leje të caktuar nga institucionet përkatëse. Kështu që kur vendosni llojin e veprimtarisë, duhet të jeni të informuar në rast se për këtë veprimtari që ju dëshironi të ushtroni nëpërmjet OJF-s, është e nevojshme edhe një leje apo licencë të caktuar. Dhe shkaqet për të cilat mund vendoset refuzimi i regjistrimit, ajo që i thash pak më parë, që në rast se dokumentacioni i dorëzuar nga ju është në rregull sipas standardeve, formave të kërkuara nga ligji, atëherë është një procedurë shumë e thjeshtë, brenda 2 javësh del vendimi dhe regjistrohen në regjistrin elektronik. Megjithatë ka raste ku mund të bëhet refuzimi i kërkesës që kanë të bëjnë kur kërkesa nuk është në përputhje me kushtet e përcaktuara, pra tham të gjitha kushtet që ne lexuam lart mund të bëhen shkak, mosplotësimi i tyre mund të bëhet shkak për refuzimin e kërkesës. Të dhënat që kërkohet të regjistrojnë janë të ndryshme nga të dhënat e regjistrueshme, pra ju dëshironi të regjistroni të dhënat të cilat ligji nuk i parashikon apo nuk janë të dhëna që duhet edhe mund të regjistrohen. Individët pjesë e themeluesve janë në listën e personave të shpallur sipas legjislacionit në fuqi për masat kundër financimit të terrorizmit, dhe kjo është shumë e rëndësishme, megjithëse e aplikueshme në raste të veçanta, sepse ekziston një listë të personave të shpallur që kanë marrëdhënie apo lidhje me financimin e terrorizmit, dhe këtyre personave i është ndaluar që ato të krijojnë organizata jo fitimprurëse, sepse mendohet që mund të ushtrojnë veprimtarinë me qëllim financimin e terrorizmit. Refuzimi i kërkesës njoftohet me shkrim palët, pra në momentin që gjykata merr një vendim që ju nuk mund të regjistroni sepse nuk keni 1, 2, 3 të dhëna të sakta, atëherë kjo do t'ju njoftohet me shkrim. Dhe kundër këtij vendimi, për mospranimin e regjistrimit mund të bëhet ankim në gjykatën e apelit brenda një afati 15 ditor, ndërsa kundër vendimit të kancelarit mund të bëhet ankim në seksionin tregtar të gjykatës së rrethit gjyqësor brenda afatit 10 ditor. Pra në momentin që ju refuzohet regjistrimi, qoftë regjistrimi fillestar, keni 15 ditë kohë që të drejtoni gjykatës së apelit, ndërsa në momentin që ju refuzohet regjistrimi i të dhënave gjatë ushtrimit të veprimtarisë, të dhënave të ndryshme nga ato të regjistrimit fillestar, atëherë ju mund të bëni ankim brenda 10 ditësh të seksionit tregtar, ai që funksionon pranë gjykatës së rrethit gjyqësor. Unë, si thash, e kalova pak shpejt këtë pjesën e teorike, le të themi, ose një përshkrim të përgjithshëm të procedurës, sepse dua që të shohim pak dhe në pjesën e fundit ato që folin pak më parë, por për të bërë një përmbledhje pa u futur në detaje. Në momentin që juve doni të krijoni një OJF, duhet të jeni të qartë mbi llojin e OJF-s që i përshtatet veprimtarisë që ju doni të ushtroni. Nëse doni të ushtroni një veprimtari që ka lidhje me antarësinë dhe doni që të ketë antar dhe të funksionojë përmes antarësisë
me pagesë apo pa pagesë, atëherë juve do të zgjidhni formën e shoqatës. Në rast se dëshironi një formë pa antarësi, mund kemi qendrën ose fondacionin. Në momentin që juve vendosni të krijoni shoqërinë, duhet keni të qartë lidhjet që do të ekzistojnë ndërmjet organeve drejtuese, lloji i veprimtarisë që duhet të jetë shumë i qartë dhe qëllimi i saj, sepse në rast konkret duhet të jetë lidhur me një qëllim të caktuar. Duhet të draftoni statutin dhe aktin e themelimit. Akti i themelimit është shumë i thjeshtë, unë për të dyja kam sjell drafte. Statuti, siç thash, duhet të jeni shumë të vëmendshëm. Nga momenti i themelimit brenda 30 ditëve, pra nga momenti i nënshkrimit të aktit të themelimit që bëhet para noterit dhe statutit, brenda 30 ditëve duhet të dërgoni kërkesën për regjistrim në gjykatë. Në momentin që dërgoni kërkesën për regjistrim në gjykatë, ajo regjistrohet në sekretarinë e përgjithshme, e cila ju jep dhe një konfirmim që është dorëzuar dokumentacioni. Nga sekretaria pastaj i kalon gjyqtarit në seksionin tregtar, i cili brenda një afati prej 15 ditësh merr një vendim për miratimin apo refuzimin e kërkesës suaj, dhe në momentin që merret vendimi për miratimin, juve mund të vazhdoni direkte me ushtrimin e aktivitetit në rast se nuk kërkohet një leje apo licencë veçantë, apo mund të bëni dhe aplikime të tjera që lidhen me marrjen e një licence që mund të jetë nevojshme për veprimtarinë që ju doni të ushtroni. Dhe në rast se kemi miratim nga në gjykatës, jemi okay, pra mund të vazhdojmë veprimtarinë. Në rast se kemi refuzim, brenda një afati 15 ditor mund të drejtohemi gjykatës së apelit për të kërkuar pavlefshmërinë e vendimit dhe detyrimin për të regjistruar OJF-ja që neve kemi themeluar. Dhe në rast se ky refuzim vjen në një moment të dytë pasi shoqëria është regjistruar dhe neve dëshirojmë që të ndryshojmë disa të dhëna, në rast se kjo vjen nga kancelari si refuzim, atëherë brenda 10 ditëve mund të bëjmë ankimin në gjykatën e shkallës parë në seksionin tregtar. Kjo ishte një overview e përgjithshme. Nuk doja të ndalesha shumë në detaje. Unë do t'ju dërgoj edhe ligjin, ku i keni, sepse ligji ka shumë detaje specifike që ju mund të shikoni rast pas rasti, por them se si procedurë e kemi të qartë se si duhet funksionojmë në rastin kur duam të krijojmë një OJF. OJF-t janë shumë interesante, në fakt. Edhe pjesa e themelimit, më përpara ka qenë pak më ndryshe, që shkoi edhe në gjykatë, por janë shumë interesante dhe nga ana ligjore kanë një interes veçantë që lidhet kryesisht me mënyrën si do parashikohet objekti, me mënyrën se si do të ushtrohet, le të themi, veprimtaria ekonomike për fitimin e fondeve. Ta shikoni edhe në statutin që kam sjell, që janë të parashikuara të gjitha këto. Tani akti i themelimit, normalisht që shikoni, unë e kam lënë në formatin që do duhet, formati që ju shikoni, ju mund ta plotësoni vetë dhe të shkoni para një noteri i cili do ta lexojë dhe do ta bëj nëse ka përputhshmëri me ligjin, apo nëse përmban të dhëna që ligji i ndalon, apo nëse nuk përmban të dhëna që ligji ka të detyrueshme, megjithatë këto mund t'i krijojë edhe noteri. Kjo është ideja, që në moment që ju shkoni para noterit, ai mund të bëjë vetëm, le të themi, miratimin në thonjza të asaj që ju keni draftuar dhe të vijojë pastaj në procedurën e vërtetimit të nënshkrimeve të antarëve, të cilët duhet ta bëjnë para noterit, ose mund të kërkoni edhe noterit që ai t'ju vërejë në dispozicion aktin e themelimit të fondacionit apo të shoqatës në përgjithësi. Ky që kam sjellur sot është me fondacion. Tani normalisht përderisa është akt notarial, është noteri ai që thotë që në datën kaq u paraqiten para meje palët dhe do të listohen të gjithë themeluesit të dhënat e tyre, siç i tham pak më parë, të cilët gëzojnë zotëri juridike për të vepruar dhe identiteti të cilëve u vërtetua nga noterja, deklaruar vullnetin e tyre për të themeluar fondacionin X, të rregulluar sipas legjislacionit shqiptar, statutit dhe aktit të themelimit në përmbajtje si më poshtë. Tani, në nenin e parë kemi emërtime dhe forma. Do thuhet që fondacioni i themeluar do të mbajë emrin EduStation, për shembull, meqense jemi këtu. Forma që ai do të ketë, neve kemi qenë në fillim që është fondacion, por mund të themi që do të funksionojë si fondacion, apo në rastin kur do kemi shoqat, do themi që është shoqat me antarësi dhe gjitha këto me radhë. Kozgjatja përgjithsisht tham që është e pacaktuar, por mund të ketë raste që pa diskutim të jetë caktuar, nuk është se ka ndonjë ndalim apo ndonjë afat kohor posaçëm që duhet zbatohet. Selia dhe vendet e tjera të aktivitetit, të cilat duhet të listohen. Më falni vetëm një sekondë sa të pranoj pak një vajzë që ka ngelur.
Nuk më del dot. Shikoj pak është dhe cila nuk po lidhet dot. Dhe vendet e tjera të ushtimit të aktivitetit duhet të jenë të gjitha të listuara, qëllimi dhe fusha e veprimtarisë. Këtu duhet të jeni shumë të përfaqëshëm për ta përshkruar sa më mirë fushën e veprimtarisë në cilën ju dëshironi të angazhoheni, sepse e thash dhe përsëris që do të ndikojë në të ardhmen në aktivitetet të cilat ju mund të bëni në pjesëmarrjen që ju mund të bëni në projekte të ndryshme, dhe qëllimi që ajo ka, që gjithsesi në çdo rast lidhet me pjesën sociale, ofrimit të shërbimeve, ofrimit të aktiviteteve. Domethënë, në varësi të asaj që ju do të zgjidhni si veprimtari, do të lidhet edhe qëllimi se çfarë synohet të arrihet, le të themi, me veprimtarinë që do ushtrojë organizata juaj. Pasuria dhe burimet financiare, dhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme, ju do të thuhet sa është pasuria aktuale që ka fondacioni, pra mbi ç'pasuri po ndërtohet fillimisht, cilat do të jetë burimet në të ardhmen, pra që në të ardhmen fondacioni një apartament apo 2 apartamente, një nga burimet financiare mund të jetë edhe qiraja që mund t'i merret këtyre ambienteve. Falni. Organet e fondacionit, që përgjithsisht në rastin e fondacioneve kemi të bëjmë me këshill ekzekutiv dhe bord të drejtorëve, të cilët në rastin e statutit do duhet të përshkruan hollësisht se sa anëtarë do të kenë, çfarë kompetencash do të kenë, si bëhet vendimarrja e tyre, do ta shikojmë se këto janë i kemi në statut. Komitetet e veçanta, në rast se krijohen komitetet e veçanta për veprimtari të caktuara, këtë e kemi edhe në statut të parashikuar si mundësi për të bërë. Megjithatë, këto mund të jenë në momentin e krijimit ose mund të krijohen edhe më vonë me vendimin e organit më të lartë vendimarrës. Përfaqësimi, pra kush do të jetë ai që do të ketë drejtën e përfaqësimit të OJF-s, karshi palëve treta apo institucioneve shtetërore, dhe dispozitat përfundimtare që lidhen me mosmarrveshjet që mund të lindin. Megjithatë, në rastin konkret, ndryshe nga kontratat ku tek pjesa e mosmarrveshjeve parashikohet policisë cila do të jetë gjykata kompetente, në rastin konkret vetëm një gjykatë kompetente kemi, kështu që nuk është se mund të në dëshmi të sa më sipër, këto janë ato që i vendos noteri, unë i kam vendosur thjesht për ta pasur parasysh si është si akt, por çdo noter mund ta ketë me ndryshime të vogla këtë pjesë. Janë paraqitur para meje pale dhe kanë deklaruar se ky statut përputhet plotësisht me vullnetin e tyre dhe nënshkruajnë atë në datën e treguar më lart dhe bëhet nënshkrimi i gjitha palëve, noteri bën vërtetimin e nënshkrimeve dhe është gati pastaj akti themelimit. Unë them që statutin edhe kërkesën, sepse kërkesën e kam në email, po nuk mundem do ta hap emailin këtu, ta kaloj pak vetëm ta kaloj 2 minuta në WhatsApp që t'ua tregoj se pak a shumë se çfarë duhet përmbajë një kërkesë për të drejtuar gjykatës. Ti shikojmë në pjesën e dytë, nuk do të zgjatem shumë tek ajo, sepse ju kam dhënë fjalën që gjyqësorët në fund do bëjmë një, më duket shumë kështu një përsëritje të vogël të çka kemi marrë. Ne bëjmë një 5 minutë pushim sa të nxjerr pak edhe pjesën e kërkesës, edhe rikthehemi. Nuk e kuptoj pse nuk e hap dot këtë. Jo, nuk hap dot emailin këtu. Dhe çka gabimi bëj unë çdo gjë që kam, ja çoj vetes në email. Shikoj se çoj dot. Po do vëmë një kështu. Ai në rëndësi s'po hap ti do të çon të kupton çfarë. Nuk kam dalë hapur
S'po që do dhe të... Atëherë jemi rikthyer. Do shohim tani statutin. Fatkeqësisht nuk po arrija do ta kaloja nga emaili këtu pjesën e kërkesës, megjithatë pa merak sepse do t'ju kaloj në WhatsApp. Kërkesa përgjithsisht në kërkesë duhet keni parasysh që përmban disa nga të dhënat kryesore që përmban dhe akti themelimit, pra ju i drejtoheni gjykatës në bazë të ligjit dhe i thoni që
neve kërkojmë regjistrimin e OJF-s, mund të jetë fondacion, shoqat apo qendër, do thonë të dhënat kryesore, pra me këtë selim, me këtë emër, me këto themelues, me këto vende të tjera ushtrimi i aktiviteti. Do të shikoni edhe kërkesa, por këto janë të dhënat kryesore, nuk është se ka, le të themi, ligji nuk është se parashikon në ndonjë dispozitë caktuar se çfarë të dhënash duhet përmbajë kërkesa në mënyrë specifike, por këto janë të dhënat kryesore që lidhen me OJF-n që juve keni krijuar dhe për cilat vjen ndjeni gjykatën, sepse normalisht gjykata do t'i verifikojë këto edhe në dokumentacionin që ju do paraqisni. Tani, keni parasysh, unë tek akti i themelimit i kisha lënë bosh pjesën e dispozitave, megjithatë do të shikoni që një pjesë e neneve më saktë, të dispozitave të aktit themelimit janë të parashikuar edhe në statut, kështu që siç e keni nga statuti mund të kaloni edhe në aktin e themelimit. Për pjesën që i përshtatet, domethënë sa kemi të bëjmë me emrin, kozgjatje, seli dhe gjitha këto. Normalisht këtu kemi statuti i fondacionit që ju do krijoni dhe emërtimi që ai do mbajë. Është një organizatë jo fitimpruse me natyrë filantropike, si thash përgjithsisht këtë i gjejmë në rastin e qëllimeve filantropike apo të ndihmës ndaj individëve të caktuar apo ndaj grupeve të caktuara me problematika të caktuara, i rregulluar sipas aktit të themelimit, statutit dhe legjislacionit në fuqi. Fondacioni krijohet me një kozgjatje të pakufizuar dhe mund të prishet vetëm për shkak të rrethanave të parashikuara në ligj ose me vendim unanim të gjithë anëtarëve të bordit të drejtorëve, që është organi më i lartë vendimarrës në rastin e fondacionit. Në rastin e shoqatave thamë që organi më i lartë është asambleja e anëtarëve, asambleja e gjithë anëtarëve. Selia e fondacionit do të vendosë një adresë. Bordi i drejtorëve ose organet të deleguara mund të ndryshojnë selin apo të krijojnë zyra të tjera apo deg të tjera për ushtrimin e aktivitetit në Shqipëri ose në shtete të tjera sipas nevojës, e thamë edhe pak më parë. Fusha e veprimtarisë dhe qëllimi. Qëllimi është që të zgjidh ekskluzivisht drejt probleme sociale që lidhen, të do ta vendosni ju. Një kështu tips i vogël në lidhje me këtë është fakti që mund të shikoni dhe shoqata apo fondacione që pak a shumë kanë të njëjtin objekt veprimtarie me ju, me atë që ju doni të krijoni dhe të merrni një ide të përgjithshme për formulimin dhe temit të objektit apo të qëllimit të veprimtarisë. Fondacioni nuk ka qëllim fitimpruse për themeluesit e tij, nga të ardhurat e gjeneruara do të përfitojë fondacioni apo që do të përfitojë fondacioni apo një qëllim tjetër social apo bamirës nuk ndërmerren asnjëherë për qëllime fitimpruse. Kjo është e qartë në ligj, megjithatë ju duhet ta parashikoni edhe në statut. Ndalohet rrethësisht që fondacioni apo organet e tij statutore të shpërndajnë dividende apo fitime apo asete, dhe të gjitha të ardhurat të riinvestohen për projekte dhe aktivitete për arritjen e qëllimit për të cilin është themeluar fondacioni. Duhet të kryejë çdo lloj, mund të kryejë çdo lloj aktiviteti me përjashtim të aktivitetit fetar dhe politik. E rëndësishme është të keni parasysh që shoqëritë, organizatat fetare apo politike nuk mund të regjistrohen sipas mënyrës që regjistrohen OJF-t, nuk mund të kryejnë të njëjtin funksion OJF-t, pra nuk mund të kryejnë një funksion fetar, ta regjistrojë si OJF për të predikuar në lidhje me një fe të caktuar apo për një parti politike të caktuar. Për të arritur qëllimet e tij, qoftë vetë apo në bashkëpunim me palë të tjera në Shqipëri dhe jashtë saj. Folëm edhe pak më parë për mjetet dhe burimet financiare, edhe thash që duhet i keni të shtjelluara mirë, i keni edhe në statut, unë kanë vendosur ato le të themi kryesore që janë të aplikueshme. Është pasuria fillestare që ka fondacioni me cilën e nis aktivitetin dhe veprimtarinë e tij, donacione, dhurata dhe hua që mund të marrë nga persona fizik apo juridik brenda dhe jashtë Shqipërisë, tarifa, shpërblime, pagesa interesa, shitje, të ardhura kapitale, fitime nga çdo e ardhur tjetër, e fituar nga çdo burim në Shqipëri dhe jashtë saj, gjatë ushtrimit të aktivitetit. Kjo mund të jetë shumë e gjerë në varësi të mënyrës si juve e përcaktoni që domosdoshmërisht duhet të jetë një mënyrë e ligjshme për fitimin e këtyre të ardhurave. Pasuria e fondacionit përbohet nga të gjitha të drejtat, asete dhe lëvizshme dhe të palëvizshme që ai përfiton. Nuk kemi të bëjmë me drejta, kemi të bëjmë edhe me të drejta, për shembull, regjistrimi i pronësisë intelektuale është një e drejtë, është e paprekshme. Pasuria e fondacionit nuk mund të jetë objekti të drejtave të themeluesve dhe në asnjë rast nuk mund të përdoret nga ata, pasardhësit e tyre apo cesionarët gjatë ekzistencës. Normalisht pasuria, kjo funksionon edhe në rastin e SHPK-ve për shembull, që pasuria që ka shoqëria apo në rastin konkret fondacioni nuk mund të përdoret nga ortaku në rastin e shoqërisë apo nga themeluesi si të jetë pasuri vetjake personale apo për qëllimet e tij personale.
Në rast të prishjes apo likuidimit, të ju thash edhe pak më parë, pasuria do të shpërndahet një organizatë tjetër fitimprues të zgjedhur nga bordi i drejtorëve. Një organizatë sipas dëshirës së tyre që mund të kryejë funksion të ngjashëm ose jo. Nuk është se ka ndonjë rëndësi. Organet kryesore në rastin e fondacionit kemi bordin e drejtorëve dhe këshillin ekzekutiv. Bordi i drejtorëve merret me drejtimin e aktiviteteve dhe veprimtarisë së fondacionit, i cili përbëhet nga 3 anëtar, persona fizik, që mund të veprojnë në emër të tyre ose personave juridik që veprojnë në emër të përfaqësuesve apo nëpërmjet përfaqësuesve. Se këtu pas kam lënë pak shumë, nuk ka problem. Normalisht do të listoni anëtarët me të gjitha të dhënat e tyre, siç e kemi thënë disa herë tashmë për persona fizik. Anëtarët e bordit të drejtorëve qëndrojnë në detyrë me një afat kohor të pacaktuar, deri në momentin që ose japin dorëheqjen, vdesin apo humbasin zotësinë e tyre juridike, shkarkohen me votim të 2/3 të bordit të pjesëmarrësve të bordit të drejtorëve, dhe për të shmangur çdo konflikt interesi, antari i cili është subjekt i një procedure shkarkimi nuk do të llogaritet dhe as nuk do të marrë pjesë në quorum apo dhe të votojë. Është si në rastin e shoqërive tregtare ku shoqëria duhet marrë një vendim ndaj ortakut për përfitime shtesë që mund t'i jepen atij për të nisur procedura gjyqësore ndaj tij, ashtu edhe në rastin e fondacionit. Në momentin që do merret një vendim që lidhet drejt për drejt me një nga anëtarët apo me një të afërm të anëtarit që kemi të bëjmë me konflikt interesi, atëherë ai do të përjashtohet nga quorumi, nga llogaritja e quorumit apo dhe nga votimi. Nëse për shkak të dorëheqjes, vdekjes apo paaftësisë apo shkarkimit, anëtarësia në bord nuk plotson numrin minimum të anëtarëve të kërkuar, votat vakante do të plotësohen brenda 30 ditëve, sepse nëse quorumi është, le të themi, duhet të jenë të paktën 50% e anëtarëve me të drejtë vote, në mënyrë që të merret një vendim i vlefshëm. Në rast se një pjesë japin dorëheqjen, ikin apo vdesin apo të gjitha rastet që listuam më sipër, brenda 30 ditë duhet bëhet zëvendësimi i tyre. Megjithatë, të thash, këto janë të dhëna që juve dhe afate që i vendosni ju. Dhe anëtarët e bordit të drejtorëve do të kenë apo jo shpërblim financiar për aktivitetet që ato kryejnë brenda qëllimit dhe detyrave të tyre si drejtor. Megjithatë, fondacioni do të rimbursojë shpenzimet e lidhura me drejt për drejt me kryerjen e detyrave. Kjo është çështje vendimarrje se si do të vendoset, nëse themeluesi do të kenë edhe një detyrë tjetër, do të jenë dhe të punësuar brenda fondacionit apo shoqatës. Apo nëse personat e tjerë të punësuar thash që marrëdhëniet e tyre vazhdojnë normalisht pa pasur as edhe një lloj kufizimi të lidhur me natyrën e organizatës. Kemi mbledhjen e bordit të drejtorëve. Normalisht mblidhet sa herë të jetë e nevojshme, por të paktën duhet të jetë një herë në vit apo 2 herë në vit, këtë e vendosni ju, sa herë nuk është taksative të jetë një herë në vit, dhe jo më vonë se një datë e përcaktuar për jush. Bordi i drejtorëve mbledhet me iniciativën ose me kërkesën të paktën 2 anëtarëve, edhe këto që kam lënë më të verdhë do thotë që gjithmonë janë detaje të cilat mund të ndryshohen sipas dëshirës tuaj. Njoftimi u komunikohet anëtarëve të bordit të drejtorëve nga kryetari i bordit me postë rekomande. Këto janë ato mënyra që juve duhet të keni të parashikuara për të mos pasur më vonë pretendime për pavlefshmërinë e njoftimit të mbledhjes së bordit. Dhe të dhënat që duhet të përmbajnë që lidhen me datën, orën, një përshkrim të detajuar të çështjeve që do diskutohen, çështjet që janë propozuar për votim. Mbledhja mund të zhvillohet në një vend të ndryshëm nga selia dhe këto mund ta parashikoni në njoftim, ku duhet të informoni mbi vendin, kohën dhe gjitha detajet e tjera të mbledhjes. Mbledhja drejtohet nga kryetari i bordit, siç thash, por edhe nga një zëvendës i tij në rast se ai mungon. Këto janë detaje të rëndësishme në lidhje me mbajtjen e saktë dhe të vlefshme të mbledhjeve. Bordi i drejtorëve emëron një kryetar dhe një zëvendës kryetar për një periudhë kohore të pacaktuar derisa njëri nga tyre të largohet nga detyra për shkaqe të parashikuara më lart. Bordi para fillimit të mbledhjes vërteton pjesëmarrjen e anëtarëve, verifikon rregullsinë e thirrjeve dhe ekzistencën apo nëse është plotësuar quorumi për të marrë një vendim dhe vendos rendin e diskutimeve. Bordi zhvillon mbledhje të vlefshme me pjesëmarrjen e më shumë se gjysmës së anëtarëve. Kjo thash është pjesa që përcaktohet nga ana juaj se sa duhet të jetë quorumi për të marrë një vendim të vlefshëm, dhe merr vendimin me shumicë të thjeshtë, përveç se parashikohet ndryshe në statut, kur kemi të bëjmë me raste që janë shumë posaçme, që kanë të bëjnë me likuidimin, me prishjen, me ndryshime madhore që do të ndikojnë në mënyrë goxha serioze në veprimtarinë apo në mënyrën e operimit të fondacionit. Mbledhjet mund të zhvillohen edhe me mjetet e telekonferencës, e kemi diskutuar edhe tek pjesa e shoqërive tregtare, që në rast se juve nuk e parashikoni në statut,
mund të ketë dhe pretendime që nuk është e vlefshme një mënyrë e tillë mbledhje apo njoftimi. Cilat janë kompetencat e bordit të drejtorëve? Thamë është organi më i lartë vendimarrës dhe ka kompetenca që lidhen me ndryshimet e statutit, përcaktimin e fushës së veprimtarisë së fondacionit, politika dhe aktivitetit, kriteret e administrimit të aseteve dhe menaxhimin ekonomik apo financiar të fondacionit, miratimi i buxhetit vjetor dhe të kontabilitetit, miratimi i rregulloreve dhe procedurave të brendshme, përgjithsisht sidomos në rastin e shoqatave, vendosin palët që të miratojnë edhe një rregullore për mënyrën se si duhet të jetë sjellja e antarëve për të drejtat dhe detyrimet që ato marrin, përveç atyre të parashikuara në statut. Rregulloria përgjithsisht ka funksionin e rregullimit të aspekteve të përditshmërisë, më shumë se sa statuti që lidhet me të drejta kryesore dhe me mënyrën kryesore si do rregullohen marrëdhëniet. Shkarkimin dhe emërimin e antarëve të rinj të bordit, ngritjen e zyrave lokale, domethënë krijimin e degëve të tjera, emërimin e antarëve, përcaktimin e detyrave, shpërblimet, shpenzimet e kryera për tyre, prishjen dhe likuidimin dhe çështjet e tjera që rregullohen në ligj apo në statut, të cilat normalisht juve duhet i parashikoni këtu në rast se do të jenë kompetencë për vendimarrjen nga ana e bordit. Në veçanti, bordi i drejtorëve miraton krijimin e organeve të delegimit për kryerjen e detyrave të bordit të drejtorëve. Është ajo komitetet e posaçme që folëm pak më parë kur po shikoni pjesën e aktit themelimit. Rekrutimi dhe punësimi i punonjësve, edhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar se kush do të jetë, le të themi, organi që do të bëjë punësim, kush do të konsiderohet organi që do të nënshkruajë aktet dhe gjitha këto. Nënshkrimi i kontratave dhe marrëveshjeve detyruese për llogaritë të fondacionit, blerja apo shitja e pasurive dhe aseteve, krijimi i degëve zyrave, hapja e llogarive bankare, miratimi i huave, investimeve, miratimi përgjithsisht çfarë lloj vendimarrje që ka të bëjë me veprimtarinë e përditshme të fondacionit, me çështjet themelore të tij që lidhen me formën, mënyrën e ushtrimit të aktivitetit, gjitha këto janë kompetencë e bordit të drejtorëve për tu vendosur, sipas quorumit dhe votimit të përcaktuar në statut gjithmonë. Ndryshimet e statutit të fondacionit miratohen me vot unanime të gjithë anëtarëve të bordit të drejtorëve. Në këtë rast unë e kam lënë kështu, megjithatë si në çdo rast më sipër, të gjitha këto janë çështje që janë objekt vendimarrje nga palët themeluese, nuk është se janë standarde, le të themi. Gjithashtu mund të vendosim me 2/3 të anëtarëve të pranishëm në mbledhje për çështjet e renditura më lart, që i pam pak më parë. Në rast se ngrihet një padi apo hapet një procedim penal lidhur me përgjegjësitë e mundshme të një antari, ai normalisht nuk do të marrë pjesë, le të themi, në votim, por do të edhe të pezullohet nga antarësia gjatë gjithë kozjatjes së procedimit deri në marrjen e një vendimi të formës prerë ose deri në pushimin e çështjes penale. Kemi dhe këshillin ekzekutiv. Këshilli ekzekutiv merret përgjithsisht me, nëse do bënim, le të themi, një krahasim me shoqëritë tregtare për ta kuptuar pak sa më qartë, do thonim që bordi i drejtorëve ka rolin e asamblesë përgjithshme, ndërsa këshilli ekzekutiv është administratori, për të kuptuar ndarjen e kompetencave dhe vendimarrjet. Këshilli ekzekutiv është organi që merret me menaxhimin e përditshëm të fondacionit, përbëhet nga X persona fizik, përgjithsisht këshilli ekzekutiv vendoset edhe një person, nuk është e nevojshme të jenë më tepër. Raporton rregullisht tek bordi dhe përgjithsisht është këshilli ekzekutiv ai që, le të themi, propozon bordit për të marrë vendime të caktuara në lidhje me çështjet e sipërcituara. Kompetencat e këshillit ekzekutiv janë ato të administrimit të zakonshëm të fondacionit, brenda kufizimeve të parashikuar në ligj dhe statut. Antarët e këshillit ekzekutiv mund të marrin pjesë në gjitha mbledhjet e bordit të drejtorëve dhe të mbikëqyrën zbatimin e urdhrave dhe vendimeve që merren nga bordi i drejtorëve. Këshilli ekzekutiv përfaqëson fondacionin në lidhje me palët e treta nënshkruan dokumenta, akte, të gjitha këto apo dhe çështje të tjera për të cilat ai është autorizuar në mënyrë të posaçme nga ana e bordit ekzekutiv, bordit të drejtorëve. Bordi i drejtorëve mund të delegojë, siç e thash, shprehimisht në shkrimin e dokumentave edhe një antari të tjetër apo një përfaqësuesi i tjetër fondacionit në raste të mungesës për shembull të këshillit të antarëve të këshillit ekzekutiv apo në rastet ku kemi të bëjmë një konflikt interesi të antarëve të këshillit ekzekutiv. Këshilli ekzekutiv kryen edhe detyra të tjera të parashikuara në ligj apo edhe në statut. Domethënë gjithmonë e kam thënë për të gjitha aktet që ju kam dërguar, këto janë një template standard, më shumë për të pasur një skelet mbi të cilin ju të punoni në rast se do ju duhet, megjithatë
ato duhet të rishikohen për të përputhur nevojave dhe rastit tuaj konkret. Bilancet dhe kontabiliteti, normalisht të parashikohen në statut për mënyrën si do të mbahen dhe mënyrën si do të miratohen, dhe viti financiar që fillon nga data 1 janar, dhe përfundon në datë 31 dhjetor të çdo viti, përgatit pasqyrat financiare e Këshilli Ekzekutiv, të cilat më pas si në shumicën e akteve që miraton bordi i drejtorëve, propozohen nga Këshilli Ekzekutiv sepse në fund ditës ai është që merret me administrimin e përditshëm të veprimtarisë së fondacionit. Dhe këto dokumente do miratohen brenda një afati të caktuar, i cili përcaktohet në varësi të nevojës dhe të llojit të aktivitetit që e kryeni. Kontabiliteti dhe përgatitja e pasqyrave financiare duhet, normalisht kjo është pjesa që duhet të jenë të sakta, duhet të jenë të qarta, duhet mos përmbajnë të dhëna të falsifikuara apo të dhëna të pasakta apo të pavërteta, sepse thamë që mund të lindi policia penale për ato akte të cilat janë të falsifikuara apo synojnë le të themi që nëpërmjet paraqitjes së dhënave të pasakta të shmangen një detyrimi tatimor apo prishjet e likuidimi. Fondacioni prishet me vendimin e bordit të drejtorëve me shumicën e parashikuar në nenin 7. Neve pamë që nenin 7 ishte me shumicën e të gjithë anëtarëve. Bordi i drejtorëve përcakton kushtet dhe destinacionin përfundimtar të aseteve. Ishte edhe pak më lart e cituar që në momenti që do të bëhet prishja dhe likuidimi do t'i kalojnë një organizatë tjetër. Për realizimin e detyrave të përcaktuara në nenin 2, bordi i drejtorëve mund të emërojë një ose më shumë likuidues dhe thamë që këto dhëna që lidhen me likuiduesin duhet i njoftohen gjykatës sipas procedurës për të gjitha regjistrimet apo ndryshimet që i bëhen OJF-s gjatë kozgjatjes saj. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve, çdo mosmarrëveshje që mund të lindi normalisht do të zgjidhet nga gjykata e shkallës parë me jurisdiksion të përgjithshëm Tiranë, dhe dispozitat përfundimtare që lidhen me kopjet të cilat do të hartohet, tu e kam lënë nik sepse kopjet do të jenë gjithmonë në aq numër sa janë anëtarët. Një kopje mund ta bëni ekstra për ta depozituar në gjykatë, le të themi të origjinale, një kopje do ta mbajë noteri në moment që bëhet para noterit, kështu që kjo është një detaj teknik më shumë. Dhe normalisht do të nënshkruhet nga gjithë themeluesit. Tani statuti përmban këto dhëna, por mund të përmbajë edhe të dhëna të tjera. Këto janë le të themi fushat kryesore të cilat statuti duhet i mbulojë për rregullimin e veprimtarisë. Ju mund parashikoni edhe të dhëna të tjera që mund të lidhen me le të themi aktivitete të përvitshme që fondacioni ka të programuara dhe mënyrën si do të zhvillohen këto aktivitete. Në rast se fondacioni është i lidhur drejt për drejt me një event vjetor që ndodh, normalisht mund ta përfshin në statut edhe mënyrën se si do të bëhet ky event vjetor. Gjithmonë flasim në rast se është diçka që është shumë thelbësore për kompaninë, për fondacionin që juve keni themeluar, jo sepse mund të bëni aktivitete të përditshme, nuk është të parashikohen në statut, por nëse është diçka themelore që lidh dhe drejt për drejt me qëllimin, atëherë pse ta parashikoni dhe ta keni aty në mënyrë të detajuar se si do të bëhet rregullimi i tij. Tani te pjesa e OJF-ve thash unë më ka ngelur borxh t'ju dërgoj vetëm kërkesën, të cilën unë kam në email, po nuk e di, nuk po e kaloja dot nga emaili në WhatsApp, këtu që t'ju hapja, sepse edhe kërkesa është interesante për para se i drejtohemi gjykatës. Normalisht do përmbaj pjesën formale që lidhet me datën e gjitha, drejtohet ku gjykata i drejtohet, thamë që është vetëm një gjykatë që mund të drejtohet, kush është kërkuesi, në fund të kërkesës, edhe diçka tjetër, që në fund të kërkesës apo të gjithë dokumentacionet duhet të përfshihet domosdo edhe autorizimi që personi ka për të bërë kërkesën pranë gjykatës apo për të bërë ndryshimet. Siç ta mund të jetë një person brenda kompanisë apo mund të jetë edhe avokati në raste konkret i cili i jepet një autorizim nga fondacioni për të vijuar me apo nga shoqata apo nga qendra për të vijuar me regjistrimin e OJF-s. Unë nuk e di nëse ju keni ndonjë pyetje. Uroj që nga sesioni i sotëm paktën të keni të qartë pjesën e procedurës se si bëhet regjistrimi i një OJF-je, sepse thash nga që është një fushë disi interesante dhe një pjesë kanë interes, nuk e kanë të qartë pjesën e procedurës si bëhet, sepse nuk është edhe e përfolur le të themi shumë siç është pjesa e regjistrimit biznesit që okay, tani pjesa më e madhe janë në DNI që bëhet në e-Albania dhe në momentin që ti futesh në e-Albania deri diku arrin ta kuptosh
procedurën nga ato që ajo të kërkon, apo edhe në fund çfarë aktesh duhen, e kupton nga ato akte që të kërkon le të themi vetë sistemi. Kurse rasti i OIF-ve është pak më i veçantë edhe do pak më shumë, është shumë më interesant sepse është shumë më kreativ edhe për mënyrën se si ndërtohet statuti. Megjithatë, përmban po të njëjtat detyrime ligjore, përmban po të njëjtën rëndësi ligjore, siç përmban edhe statuti i shoqërive tregtare. Në rast se keni ndonjë pyetje në lidhje me çfarë morëm sot, tash më ka ngelur për t'ju dërguar vetëm kërkesa, megjithatë mos e vrisni mendin se nuk është se ishte diçka që kishte nevojë të domosdoshme për t'u trajtuar tani online së bashku, se është e vetë kuptueshme, edhe po mos keni një draft, mund ta ndërtoni një kërkesë standarde. Keni ndonjë pyetje ju pjesa e online-it më shumë, sepse edhe nuk ju dëgjojmë? Ja, shoh që nuk është se kemi ndonjë mesazh. Ja. Okej. Unë si thash, pjesën e fundit 20 minutëshin apo gjysoshin e fundit do doja që të bënim pak a shumë një përmbledhje të çfarë kemi trajtuar edhe për pjesën që mbase nuk kanë qenë online në ditët specifike dhe thjesht kanë marrë le të themi materialin e regjistruar për ta kuptuar pak kontekstin e gjithë kursit. Unë këtë kurs e kam bërë me shumë dëshirë sepse mendoj që sidomos në Durrës, sepse Tirana është pak më ndryshe dhe ka qendra më shumë që bëjnë këtë lloj trajnimesh dhe trajtojnë të tilla çështje. Në Durrës në dijenin time nuk më ka rastisur që të shikoj diçka të ngjashme, edhe për faktin që në momentin që neve dalim nga universitetet është shumë e vështirë që të arrish të konceptosh një draft nga fillimi, që të arrish të kuptosh logjikën, mund të jesh shumë i mirë dhe ta kesh shumë të qartë teorinë, por zbatimi në praktik vjen edhe me një farë frike nga të gjithë ne, se mos harrojmë një detaj, se mos diçka nuk kemi paraqitur ashtu siç duhet, edhe ajo që unë dua t'ju ngelet në mendje nga gjithë ky kurs është fakti që nuk duhet të jemi të kornizuar në momentin që neve krijojmë akte të ndryshme ligjore, patjetër që vetë profesioni apo vetë vlera që kanë aktet ligjore është e tillë që jemi të detyruar të përmbajmë elementet thelbësor që parashikohen në ligjet konkrete në varësi të llojit të aktit që ne po kërkojmë. Megjithatë nuk duhet ta kemi këtë frikën që të shtojmë diçka më tepër apo të jemi të zgjerohemi pak më tepër. Kjo është e gjitha ajo që unë doja që ju të kuptoni nga ky kurs, edhe të gjitha templatet që unë kam sjell kanë qenë të tilla që kanë gjëra standarde, megjithatë ju lën hapësirë që në momentin që ju do keni nevojën apo dëshirën për të shtuar, për modifikuar, mjafton që të mos cënohen dispozitat ligjore në fuqi dhe mund të jeni kreativ në thonjza për aq sa na e lejon profesioni, se fatkeqësisht nuk është se kemi shumë mundësi kreativiteti. Tani, një përmbledhje e shkurtër të çfarë kemi trajtuar neve në këto 4 javë, edhe për gjithë ato që nuk e kanë ndjekur dot online. Në orën e parë kemi trajtuar marrëdhëniet e punës, ku fokusuam mbi kushtet për krijimin e një marrëdhënieje pune, llojet e kontratat e marrëdhënieve me të cilat krijohet një marrëdhënie pune, që thamë kemi kontratat me afat caktuar për të cilat gjithmonë duhet kemi një shkak të arsyeshëm për të cilën po vendosim një afat. Në shumë raste pjesa e punëdhënësve nuk është se ka një shkak të arsyeshëm, por shkaku është thjesht që të shikojnë performancën dhe të vlerësojnë mbas një viti në rast se do duan ta mbajnë punojësin. Megjithatë, në kontratë duhet të jetë parashikuar që lidhet me një afat një vjeçar për këtë qëllim të caktuar. Pam pastaj kontratat që ishin pa afat, që ishte kontrata e zakonshme dhe le të themi e sugjerueshme për të përdorur në të gjitha rastet e punësimit. Pam kontratat part-time, të cilat le të themi të drejtat detyrimet i kanë të ngjashme përveç pjesës së afateve, kohës zgjatjes së punës, pjesës së shpërblimeve dhe gjitha këto me radhë. Dhe pam dhe pak telepunën që ishte një gjë e re për neve vitet e fundit, megjithëse në kodin tonë ka qenë 2015 dhe ndryshimet që mund kishte kontrata e telepunës nga kontrata e zakonshme, sepse shumë shoqëri në Shqipëri po lidhin kontrata të tilla me punonjës online nga shtëpia, por duhet të jeni dijeni që disa nga elementet, sidomos që lidhen me ambientin e punës, me orarin e pushimit dhe gjitha këto me radhë, në rastin e telepunës zbatohen paksa më ndryshe. Pastaj pam edhe pjesën e zgjidhjes masave disiplinore fillimisht dhe zgjidhjes së marrëdhënies punës, ku thamë që masat disiplinore përgjithsisht duhet të jenë të përshkallëzuara, duhet të bëhen gjithmonë
me të drejtën, duke ju dhënë drejta punëmarrësit që të mbrohet në thonjza ose të paraqesë mendimin e tij në lidhje me situata që mund të ketë shkaktuar nevojën për një masë disiplinore. Thamë që masa disiplinore duhet të bëhen pas një takimi që bëhet me punëmarrësin, ku ati njoftohen shkaqet dhe analizohen dhe bëhet një diskutim i përbashkët, pra t'i jepet drejta që të mbrohet. Dhe pam pastaj mënyrat e zgjidhjes së kontratës punës, që kishim mënyrën e zgjidhjes tratës me afat ose pa afat, ku ajo me afat normalisht mbaron në afatin e përcaktuar, apo edhe kur duam të zgjidhet para afatit, cila do të ishte procedura që në rastin konkret është e ngjashme me procedurën e asaj pa afat, pa mënyrën e zakonshme që fillonte që nga njoftimi i palës për të paraqitur në një takim, dhe ky njoftim duhet bëhet pak 72 orë para, të mbahej takimi, ku në takim i keni të detajuara në seancat përkatëse cilat do të ishin në mënyra e duhur për të mbajtur proces verbali dhe gjitha elementet e tjerë. Pas zhvillimit të takimit, palës duhet të dërgohet njoftimi për përfundimin e marrëdhënies nëse raste. Kjo është ajo çka është vendosur brenda një afati nga 48 orë deri në 72 orë. Dhe në fund pam se si mund të mbrojë pala ndaj një vendimi të padrejtë, pam dhe zgjidhjen e menjëhershme që nuk kemi respektim të afateve të njoftimit si në zgjidhjen e zakonshme, të cilat janë në varësi të kohëzgjatjes së marrëdhënies punës, pa zgjidhjen e menjëhershme që zbatohet vetëm procedura dhe shkaqet për cilat mund të merret një zgjidhje e menjëhershme, që lidhen me rrethana të rënda që nuk lejojnë ndihimin e marrëdhënies punës, ose në rastet kur punonësi ka munguar më shumë se 7 ditë pa njoftuar apo pa dhënë një arsye objektive. Pam dhe së fundmi se si mund të mbrohen palët në rastet e marrëdhënieve të punës të ndërprerja në mënyrë të padrejtë, afatet e paraqitjes së padive në gjykatë. Të gjitha këto i keni në mënyrë të detajuar tek kursi i ditës së parë dhe keni dhe aktet të cilat unë fola pak më parë. Pastaj orën e dytë, në mos gabohem, kemi trajtuar debitorët, ora e dytë e famshme, kemi trajtuar debitorët dhe ekzekutimin e detyrimeve, ku kryesisht kemi parë se çfarë konsiderohet një detyrim, kur konsiderohen që kanë lindur detyrimet ose janë bërë të kërkueshme, pam pastaj kryesisht detyrimet me akte notariale, apo më saktë jo detyrimet, po pam titujt ekzekutiv, se si formsohen, çfarë konsiderohet titull ekzekutiv dhe se si ekzekutohet titulli ekzekutiv, nëpërmjet çfarë organi që thënë që është përmbaruesi, pam kryesisht titujt ekzekutiv, akte notariale dhe titujt ekzekutiv faturat tatimore. Në rastin e akteve notariale thamë që duhet të jenë të njëanshme, duhet të kemi një detyrim të përcaktuar qartë në vlerë monetare, duhet që të kemi vullnet të njëanshëm të njërës palë, pra akti të cilin neve kemi krijuar para noterit, deklarata notariale, nuk duhet të jetë një deklaratë në të cilën të dyja palët marrin detyrimet të ndërsjellta, pra duhet të jetë vetëm njëra palë. Si raste tipike kemi deklaratat për njohjen e borxheve, por edhe kontratat të huas bëjnë pjesë tek aktet notariale, gjithmonë kur janë bërë me akte notariale. Marr shkas në fakt nga një rast një vajze nga kursi që më kontaktoi në lidhje me një rast që kishte pasur tek puna e saj, që kishin bërë një akt me shkrimdore. Të tilla akte nuk kanë asnjë vlerë ligjore për sa i përket ekzistencës së tyre si titull ekzekutiv, sepse vlerë ligjore ato mund të kenë dhe mund të vlerësohen nga gjykata në rastin e një procesi gjyqësor. Megjithatë, pavarësisht se në raste të caktuara mund të nga situata në cilën ju gjendeni mund të jetë pak e vështirë që ta bëni para noterit, megjithatë është shumë e rëndësishme që kur ekziston mundësia, pse jo të bëhet me akt notarial, që të keni dhe mundësi për ta ekzekutuar sa më thjesht dhe sa më lehtë. Thamë që ekzekutimi, kur kemi të bëjmë me titull ekzekutiv, bëhet përmes kërkesës në gjykatë për lëshimin e ujit të ekzekutimit. Thamë se çfarë duhet përmbajë kërkesa për lëshimin e ujit të ekzekutimit në rastin kur kemi të bëjmë me një akt notarial, që është akti, identitetin e palës, që ka bërë aktin që është deklaruesi në këtë rast, të dhënat të tjera mbi burimin e detyrimit, domethënë të dhënat të cilat ju mendoni apo dokumentat të cilat ju mendoni se janë të rëndësishme për të vlerësuar nga gjykata. Pastaj pam edhe pjesën e titullit ekzekutiv fatura tatimore, pam pak ligjin për faturat tatimore, për detyrimet e prapambetura kontraktore, se si e parashikon ligji ku lindin afatet në rastin ku nuk kemi kontrata, pra me dorëzimin e mallit, me marrjen në dorëzim, momenti kur marrja në dorëzim nënshkruhet para arritjes fizike të mallit dhe gjitha këto
përgjithsisht kemi të bëjmë me afate të editore, megjithatë duhet t'i shikoni rast pas rasti se çfarë parashikohet. Pam se si bëhet kërkesa për lëshim urdhër ekzekutimi për fatura tatimore dhe cili do të jetë dokumentacioni i nevojshëm për të paraqitur, që thamë janë kartela e klientit dhe faturat tatimore të njësuara, janë librat e shitjes dhe vërtetim fatura që merret nga tatimet, janë ekstraktet e shoqërive të SHPK-ve, qoftë ati debitor, qoftë ati kreditor, ID-të e administratorëve dhe gjitha këto me radhë. Në rastin e faturave tatimore, unë dalëm pak edhe pam që është e rëndësishme të kemi parasysh që nuk mund të kërkojmë më saktë lëshim urdhër ekzekutiv për fatura tatimore të pashlyera kur kemi të bëjmë me persona fizik të regjistruar sipas legjislacionit tatimor. Pra, kjo mund të bëhet vetëm në rastin kur kemi shoqëri tregtare, personat fizik janë të përjashtuar nga kjo. Në rastin kur kemi të bëjmë me persona fizik, do duhet t'i drejtohemi gjykatës me një kërkesë padi themeli dhe ku do paraqisim të gjitha të dhënat për të shqyrtuar më pas si prova. Prandaj është e rëndësishme, thash pak më parë, në rast kur kemi të bëjmë me detyrime, që e mira është të bëhen para noterit në një akt të njëanshëm, sepse edhe rruga më pas për ekzekutimin e tyre është goxha më e thjeshtë. Thamë që bëjmë paraqitjen e kërkesës në gjykatë, gjykata brenda një afati përgjithsisht, megjithëse ka ndryshuar kohët e fundit pak nga fluksi dhe nga mungesa e gjyqtarëve, merr një vendim brenda 2 javësh. Në momentin që merret ky vendim nga ana e gjykatës bashkë me urdhrin e ekzekutimit që ka lëshuar gjykata, paraqitemi pranë një zyre përmbarimore shtetërore ose private nëpërmjet një kërkese. Me zyrën përmbarimore përgjithsisht lidhet një marrëveshje për shpërbimin që do të marrë zyra për shërbimin që do të ofrojë. Gjatë marrëdhënies që juve keni me përmbaruesin apo gjatë fazës së ekzekutimit, përmbaruesi fillon fillimisht me një njoftim për ekzekutim vullnetar ku debitorit i jete drejta që brenda një afati të ekzekutojë vullnetarisht detyrimin e formësuar në urdhër ekzekutiv tashmë. Në rast se ai nuk e bën ekzekutimin vullnetar, kalohet me njoftim për ekzekutim detyrueshëm. Përmbaruesi vazhdon procedurën e ekzekutimit detyrueshëm, do merr gjitha hapat, bllokimin e llogarive, bllokimin e aseteve. Në rast se pala nuk i shlyhen prapë detyrimet, atëherë vazhdon me shitjen në ankant të tyre dhe me të gjitha mënyrat e tjera të parashikuara nga kodi i procedurës dhe nga ligji i posaçëm për shërbimin përmbarimor. Dhe thamë që gjatë procedurës përmbarimore, çdo palë, debitori dhe kreditori kryesisht, sepse këto janë palët pjesë e kësaj procedure, kanë të drejtën që të ngrenë 2 lloje kërkesash, ankimesh apo padie, që janë kundërshtimet e veprimeve të përmbaruesit në momentin që ju, qoftë si kreditor apo qoftë si debitor, konstatoni që veprimet përmbarimore nuk janë në përputhje me legjislacionin në fuqi, kur përmbaruesi duket qartë se po abuzon me detyrën apo nuk po bën gjitha veprimet e nevojshme për të mbledhur debin, dhe gjitha këto me radhë mund të bëni kërkesë gjykatës, apo në rastin jo kryesisht, por kjo është një padi që ngrihet nga debitori, kur debitori pretendon se titulli ekzekutiv nuk ekziston apo detyrimi nuk ekziston pjesërisht apo shuar më pas. Të gjitha këto i keni në detajet e kodi procedurës. Unë jam përpjekur që një pjesë të madhe të këtyre themi konceptet themelore kryesisht, sepse në këtë kurs nuk ka pasur vetëm jurist pjesëmarrës, ka pasur edhe nga profesionet të tjera, kështu që t'i futemi në detaje do ishte jo humbje kohe absolutisht, sepse për ne që jemi juristë është shumë e rëndësishme, por ato janë informacionet apo të dhënat cilat juve, ato që janë juristë dhe duan t'i shikojnë pak më detaje, e dinë se ku t'i gjejnë te kodi procedurës edhe ligjin e posaçëm. Qëllimi ishte që të kemi një kuptim të përgjithshëm se si bëhet një procedurë e caktuar dhe që të kemi disa akte kryesore në cilat të bazohemi në momentin që duam të fillojmë ekzekutimin e një procedure. Në orën e 3 pam regjistrimin e shoqërive tregtare, pam se cilat ishin format që njeh legjislacioni jonë dhe u fokusuam kryesisht tek personi fizik dhe tek shoqëria tregtare në formë SHPK-je, meqense këto janë dhe format më të zakonshme në përditshmëri. Megjithatë, thjesht për një rikujtim, thamë që neve njohim legjislacionin jonë, njeh edhe shoqërinë e thjeshtë, njeh shoqëri kolektive, shoqëri komandite, shoqëri aksionare, kështu që në varësi të llojit shoqërisë apo të llojit të objektit të veprimtarisë dhe kryesisht lidhur me përgjegjësinë që duan të mbajnë palët
për detyrimet e shoqërisë së ajo, zgjidhet edhe forma e caktuar e saj. Tham për personin fizik që është ai që ushtron një aktivitet pa pasur nevojë për një organizim apo thjesht me një organizim të zakonshëm pa pasur nevojë për të krijuar struktura të tjera siç mund të jenë administratori, asambleja e përgjithshme dhe gjitha këto, regjistrimi për personin fizik tham që bëhet në e-Albania, nuk kërkon ngarkimin e dokumentave shtesë si në rastin e SHPK-s që lidhen me statutin apo me aktin e themelimit. Pam dhe SHPK-n, pam se çfarë nuk kupton pjesëmarrja në një SHPK, pam të drejtat dhe detyrimet që kanë ortakët në një SHPK, të drejtat që të japin kuotat e zotëruesve në SHPK, si mund të jetë kontributi i tyre në themelimin e shoqërisë, që tham mund të ishte në natyrë apo në para, në momentin që do jetë në natyrë duhet bëhet përmes një marrëveshjeje vlerësimi, pa mënyrën se si draftohet akti i themelimit dhe statuti, tham tek akti i themelimit që është kontrata e palëve për të lidhur një marrëveshje e lidhur më saktë për të themeluar një shoqëri tregtare. Dhe pam dhe në detaje, kur analizuam statutin, se cilat do të ishin parashikimet le të themi që do të ishin shumë të rëndësishme, unë ju dhash një sugjerim në lidhje me parashikimin e të drejtës parablerjes, mënyrës së kalimit, shitjes së kuotave dhe gjitha këto me radhë, në mënyrë që të mos keni në të ardhmen, në rast se do të duhet të merrni me procedurë të tillë, të mos keni problematika që lidhen me largimin e një ortaku dhe mos keni të parashikuar se si do të bëhet kalimi i kuotës, si do të bëhet likuidimi i saj, nëse ekziston e drejta e parablerjes, nëse mund t'i kaloj, mund t'ia shesi çdo personi. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme për të rregulluar marrëdhënien ndërmjet ortakëve. Pam gjithashtu që përgjithsisht për kush janë të dhënat e detyrueshme që duhet të përmbaj statuti, apo të dhënat apo informacionet që mund të bënin të pavlefshëm themelimin e shoqërisë, domethënë shkaqet që mund të bënin të pavlefshme që tham themelimi i saj nga anëtarë të cilët nuk kanë zotësi juridike për të vepruar, nga anëtarë të cilët janë nën moshë, duke mos parashikuar të dhënat kryesore që parashikohen, të gjitha këto i keni me detajet tek ora e kaluar dhe tek prezantimi në PowerPoint. Dhe orën e sotme që pam pak a shumë mënyrën se si legjislacioni jon rregullon organizatat profitimprurëse, të cilat janë 3 format kryesore të tyre që kemi qendrën, fondacionin dhe shoqatën. Shoqatat i kemi me anëtarësi, ndërsa fondacionet pa anëtarësi dhe që mund të krijohen me një akt testamentar, pra nëpërmjet testamentit. Tham që numri i përgjithshëm që duhet për themelimin është të paktën 5 persona fizik dhe të paktën 2 persona juridik. Dhe treguam aktet kryesore që janë akti i themelimit dhe statuti që duhen për të regjistruar në gjykatë. Tham që regjistrimi bëhet në gjykatë brenda 30 ditëve nga themelimi, duke ndjekur procedurën e tillë që draftohen aktet, paraqiten në gjykatë pranë sekretarisë së regjistrimit të OJF-ve, që është edhe struktura brenda gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë që merret me çështjet që lidhen me OJF. Merrni një konfirmim që dorëzuar dokumentacioni, pasi ju dorëzon dokumentacionin shqyrtohet nga gjyqtari brenda një afati 15 ditor dhe merret një vendim për pranimin e kërkesës suaj dhe miratimin e themelimit të OJF-s dhe regjistrimin e saj ose refuzohet për shkaqe të cilët i pam në slajdin e fundit. Në çdo rast juve keni të drejtën e ankimit sipas afateve që diskutuan së bashku. Dhe tham në lidhje me regjistrimin që në momentin që veprimtaria që ju synoni të ushtroni apo që synoni të bëni përmes fondacionit apo shoqatës tuaj, është e tillë që nuk kërkon një leje apo një licencë. Në momentin që juve merrni regjistrimin dhe bëhet regjistrimi në regjistrin elektronik, jeni të lirë për të vazhduar me veprimtarinë. Në momentin që kërkohet një leje apo licencë, atëherë duhet të ndiqni dhe procedurat e posaçme në ligjin e posaçëm që parashikohet për lejen apo licencën që juve synoni të merrni apo është e nevojshme që të merrni për të vijuar ushtrimin e veprimtarisë. Të gjitha të dhënat apo të gjitha informacionet që neve kemi marrë gjatë kozgjatjes së kursit kanë pasur si qëllim, thash edhe në fillim, që të krijonim një ide të përgjithshme se si funksionojnë procedurat caktuara. Megjithatë, në çdo rast për problematika të ndryshme apo për pikpyetje të ndryshme duhet i drejtohemi gjithmonë ligjit për të parë se si mund të zgjidhet një çështje konkrete. Unë doja t'ju informoja në fakt Raldi ju ka nisur edhe në WhatsApp që neve po planifikojmë të bëjmë një kurs tjetër në nëntor, që do të jetë i ndryshëm në fakt nga ky që po bëjmë aktualisht, sepse ky që po bëjmë aktualisht
duke qenë se dhe temat ishin të tilla që normalisht ishte e nevojshme pjesa teorike për të arritur pastaj për të kuptuar draftet, sepse marrim rastin konkret nëse neve nuk e kuptojmë ose nuk marrim paraprakisht faktin që kush janë organet për shembull kryesore të fondacionit, nuk mund të kuptojmë pastaj sepse përfshihet në statut bordi i drejtorëve apo këshilli ekzekutiv, kështu që ishte shumë e nevojshme. Në kursin tjetër, ajo çka unë mendoj që do ishte interesante për të bërë, unë kam ndarë në 4 seanca, megjithatë do ta shikojmë gjatë vijimësisë në ditëve në vazhdim dhe pjesëmarrjes. Synimi im ishte që të bënim të gjitha aktet proceduriale deri diku po i quaj unë, apo aktet të tjera juridike që janë shumë të nevojshme për çdo jurist në çdo punë që ai do bëj. Duhet të di të hartojë një kërkesë padi, duhet të di të hartojë një deklaratë mbrojtje, duhet të di të hartojë një kundërpadi, duhet të di të bëjë një ankim administrativ drejtuar një institucioni caktuar, duhet di të bëjë një memo ligjore për një çështje të caktuar, një kallëzim penal për një vepër penale të caktuar, sidomos kallëzimi penal duket që për një pjesë shumë të madhe nuk është i aplikueshëm, por në rastin kur do punonin në shoqëri tregtare, për shembull, në rast se dikush ka bërë import të palishëm të produkteve për të cilat ju e keni të drejtën e ekskluzivitetit. E gjitha këto me radhë ju do duhet të paraqisni kallëzim prokurorisë, sepse kjo është një ndër mënyrat se si prokuroria do marrë dieni që po ndodh ky aktivitet i palishëm. Mënyra se si ose metodologjia se si unë e kam projektuar përgjithsisht do ishte që një prezantim shumë i shkurtër mbi elementët që duhet përmbaj dhe çfarë mund shkaktoj mund ta bëj aktin tuaj me të meta dhe pastaj të shikonin 2 ose 3 lloje të ndryshme kërkesë padish për shembull. Shikojmë një kërkesë padi për marrëdhëniet e punës, si mund kërkohet nga fillimi deri në fund shpërblimi për mosbatimin e procedurës. Mund shohim një kërkesë padi për të drejtën e rivendikimit, pra në rast kjo është e ngjashme në rastet kur apartamentet për shembull janë shitur disa herë apo njohjen e të drejtës së pronësisë. Janë shumë, ka pafund çështje. Unë uroj që të merrni pjesë sepse realisht janë shumë të rëndësishme për çdo që ushtron profesionin e juristit të kuptojë se si duhet hartuar një akt procedurial, se si duhet i drejtohemi gjykatës apo institucioneve të ndryshme, si duhet bërë analiza, çfarë elementesh kemi ne të detyrueshëm si palë kërkuese ose paditëse të paraqesim dhe çfarë elementesh janë ato shtesë, për shembull, një rast i thjeshtë është fakti që argumentimi ligjor në kërkesë padi nuk është e detyrueshme ligjërisht që të bëhet, por normalisht neve për t'i lehtësuar le të themi gjykatës kuptimin e çështjes tonë e bëjmë, por legjislacioni parashikon, kodi procedurë parashikon që nuk është e detyrueshme që të ketë një arsyetim ligjor, meqense mund të paraqitet edhe nga individët e thjeshtë pa mbrojtjen e një avokati. Këto dhe shumë detaje të tjera që lidhen me aktet procedurale do të diskutohen në kursin tjetër. Siç thash, unë uroj që të merrni pjesë, do jetë shumë interesant dhe do të fitojmë një uri praktike. Ajo që synoj nga gjitha këto kurset, sepse për mua them të drejtën është e lodhshme, unë vi nga Tirana çdo diel dhe e bëj me shumë dëshirë dhe me shumë pasion, sepse janë probleme që unë i kam hasur vetë kur kam mbaruar shkollën, që nuk kisha një draft ku të orientohesha, nuk kisha një informacion që të orientohesha për të parë si ta bëj, e kam saktë, kam gabim, dhe duke qenë se në Tiranë ka dhe ofrohen shumë kurse të tilla, por në Durrës unë jam, domethënë familja ime jeton në Durrës, por unë kam vite që jetoj në Tiranë, dhe do doja që pse jo dhe për ato që kanë mbaruar juridikun në Durrës ofrohet një mundësi e tillë me një kosto që është goxha jo e moderuar, po është një kosto shumë e mirë për të marrë trajnime të tilla krahasimisht me kostot që bëhen në Tiranë që janë shumë më të larta, dhe them që së bashku do të trajtonim shumë mirë. Unë ju falenderoj shumë të gjithëve për pjesëmarrjen dhe ju premtoj që brenda këtyre 2 ditëve do bëj edhe seancën e dytë, kështu që nuk do t'ju ngelet pa marrë. Dhe në momentin që do të incizoj edhe seancën e dytë, do t'i përmbledh të gjitha dokumenta dhe të gjitha prezantimet që neve kemi bërë, do t'i përmbledh në një zip të vetëm dhe do t'u dërgoj me emërtimin e kursit. Ju falenderoj shumë të gjithë dhe uroj që t'jeni mirë dhe uroj që të gjitha ato që kemi marrë t'ju shërbejnë edhe ta ndjeni veten pak më mirë në profesion, për gjithë ju që jeni jurist. Faleminderit.